kuptoj që kemi quorumin e nevojshëm për të hapur mbledhjen e ditës sotme 3 qershor 2026. Me rendite seancë dëgjimore për ecurinë e negociatave të antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian për 3 kapituj. Kapitullin 2, lëvizja e lirë e punëtorëve, kapitullin 3, e drejta e vendosës dhe liria e ofrimit të shërbimeve dhe kapitullin 19, politikat sociale dhe të punësimit. Kemi të ftuar 2 zëvendës ministre që janë njëkohësisht edhe negociatorët përgjegjëse. Kemi zonjën Olta Manjani, zëvendës ministre të ekonomisë dhe inovacionit, e cila është negociatore përgjegjëse për kapitull 2 dhe 3, si dhe bashkënegociatore për kapitullin 19. Gjithashtu kemi zonjën Denada Seferi, zëvendës ministre shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, e cila është bashkënegociatore përgjegjëse për kapitullin 19. Gjithashtu ajo përgjigjet edhe për kapitullin 28 që nuk e kemi objekt të kësaj kryese. Nëse ka ndonjë gjë përpara se unë t'i ftoj të ftuarit në sallë, në të kundërt, Mirëmëngjes, zonja Menjani, zonja Seferi, kënaqësi që ju kemi her pas here në komision. Unë po e filloj me njëherë me pikën e parë të rendit ditës me ecurinë e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian për kapitullin 2, lëvizja e lirë e punëtorëve. Zonja Menjani, fjala për ju, bëni një prezantim të shkurtër dhe pastaj do e hapim tryezën për diskutime. Para se të filloni, do t'ju lutesha në vazhdim, por edhe kolegëve të administratës kuvendit, që janë shumë të rëndësishme informacionet që vinë nga negociatorët, edhe koha kur vinë këto informacione, mos ta bëjmë quiz, dokumentet cilën në një kohë sa më të përshtatshme, në mënyrë që antarët e nderuar të komisionit të përgatiten, të dinë se çfarë diskutojmë, jo që të marrin një cop letër, ca orë para që nuk bën ses në gjithë komunikimin që ne kemi njëri tjetrin. Gjithsesi, zonja Menjani, fjala për ju. Po, në vijim të. Në lidhje me procesin, unë doja, e bëra një kërkesë edhe dje në grup, do kishim dëshirë që të paktën një javë përpara ne t'i merrnim raportimet e ministrive. Ishte realisht te çdo fuqie fizike tonën që të shkonim të kalonim të gjitha raportimet dhe të përgatiteshim ashtu siç duhet në mënyrë serioze në lidhje me raportimet që ju keni sjell, sepse edhe dita e djeshme ka qenë e mbushur me aktivitete që ne kemi programuar. Pra do ju lutesha shumë ministrive, ju lutem kryetar që të bëni të mundur që të gjitha raportimet të vinë një javë më përpara, ti studiojmë me këshilltarët tanë, me ekspertët tanë dhe t'japim kontributin e duhur ai që nevojitet edhe nga ana e opozitës për secilin prej raportimeve të ministrive. Faleminderit. Mëse e drejt, edhe personalisht kam përshtypjen që ai raporti që ju na sillni është një dokument që është gati, duhet të jetë gati gjithmonë, nuk është një dokument që përgatitet në orët e fundit të ditës. Po s'ka lidhje me dy zonjat e nderuara, kemi më shumë për gjithë pjesën tjetër të gjithë negociatorëve që do shfaqen këtu. Zonja Manjani, edhe njerë, mirë se erdhe, edhe fjala është për ju. Mirëmëngjes, nderuar kryetar, nderuar deputet, shumë i drejtë sugjerimi për pas një diskutim sa më konstruktiv, patjetër që ne i kemi gati dhe mund t'ju përcjellim në çdo kohë, siç ju bëra me dje dhe dje edhe neve lajmërimi për komisionin e erdhi në fundjavë, kështu që morëm pak kohë thjesht për sistemuar informacionin. Mbase duhet diçka në lidhje me koordinimin e brendshëm të kuvendit me ministrit, në mënyrë që dhe negociatorët të lajmërohen në kohë, sepse siç e thatë dhe juve nuk na kushton asgjë që neve t'i sjellim materialin në kohë fiks kur ju duen juve. Atëherë në lidhje me kapitullin 2, si negociatore për kapitullin mbi
lëvizjen e lirë të punëtorëve në kuadër të procesit të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kapitulli 2 lidhet me garantimin e të drejtës të qytetarëve të Bashkimit Evropian dhe shqiptarët në momentin që ne do të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian për të lëvizur, për të punuar dhe për të qëndruar lirisht në territorin e shteteve anëtare, si dhe koordinimin e sistemeve të sigurimeve shoqërore që bëjnë njohjen e të gjithë të drejtave të tyre që burojnë nga kontributet që japin ata me punën e tyre kundrejt skemave respektive. Piketa mbyllëse për kapitullin 2 është që Shqipëria duhet të tregojë se ka strukturat e nevojshme institucionale dhe kapacitetet zbatuese për implementimin e plot të akis, pra të kuadrit ligjor evropian në fushën e lëvizjes së lirë të punëtorëve deri në momentin e antarësimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Në funksion të përmbushjes së kësaj pikete përmbyllëse, plani i punës parashikon një sër outputesh që lidhen me parafrimin rregullator për aksesin në punësim dhe trajtimin e barabartë, të drejtën e lëvizjes dhe qëndrimit të shtetasve të Bashkimit Evropian dhe të familjarëve të tyre, qeverisjen e sistemit EURES. EURES-i është European Union Network for Employment Services, pra shërbimet e punësimit. Duhet sigurohemi që shërbimet tona të punësimit dhe konkretisht Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi të ketë strukturat dhe kapacitetet e nevojshme që në momentin që ne bëhemi shtet antar të bëjë ndërlidhja e sistemeve për të shkëmbyer informacionin në lidhje me punonjësit dhe shtetasit shqiptar apo të huaj të cilët do të kërkojnë punësim në Bashkimin Evropian ose anasjelltas, bashkëpunimin me Autoritetin Evropian të Punës që është një homolog i inspektoriatit, pra një institucion analog i inspektoriatit të punës, koordinimin e sistemeve të sigurimeve shoqërore, si dhe përgatitjen institucionale, operacionale dhe teknike për kartën evropiane të sigurimit shëndetësor, me qëllim sigurimin e gatishmërisë së plot për zbatimin e detyrimeve që burojnë nga ky kapitull. Outputi 1 është parafrimi rregullator për aksesin në punësim dhe për trajtimin e barabartë të shtetasve të huaj dhe shqiptar. Kjo mas lidhet me parafrimin legjislacionit kombëtar me nene 45-48 të traktatit të funksionimit të Bashkimit Evropian dhe me rregulloren e Bashkimit Evropian 492/2011 për lëvizjen e lirë të punëtorëve. Grupi ndërinstitucional i punës ka identifikuar të gjithë listën e akteve ligjore dhe nënligjore që mund të përmbajnë kufizime me bazë shtetësinë e aksesin në punësim, në bashkëpunim me ekspertin e asistencës teknike, po kryet rishikimi i gjithë inventarit të legjislacionit që mund preket nga ndryshimet, proces i cili do të shërbejë dhe si bazë për përgatitjen e vlerësimit që ky të ndikimit rregullator dhe përcaktimin e masave të nevojshme ligjore dhe administrative. Ndërkohë, hapat e mëtejshëm përfshin dhe përgatitjen e planit veprimit, zhvillimin e konsultimeve ndërinstitucionale dhe publike, si dhe miratimin e masave rregullore përkatëse. Outputi i dytë ka të bëjë me kornizën institucionale dhe operacionale për zbatimin e të drejtave të punëtorëve të lëvizshëm. Si mas, synon përcaktimin dhe funksionalizimin e strukturave përgjegjëse për trajtimin e çështjeve që lidhen me aksesin në punësim, trajtimin e barabartë dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve të lëvizshëm. Puna aktuale është e përqendruar dhe këtu në rishikimin e legjislacionit dhe identifikimin e gjitha boshllëqeve të mundshme institucionale. Pas përfundimit të analizës do të përcaktohet dhe organi kompetent ose pika kombëtare e kontaktit, do të hartohen mekanizmat e koordinimit ndërinstitucional dhe do të zhvillohen trajnime për strukturat zbatuese. Outputi i tretë lidhet me parafrimin e direktivës 38 të vitit 2004 për të drejtën e lëvizjes dhe qëndrimit. Kjo lidhet me parafrimin e legjislacionit për të huajt e cila garanton të drejtën e qytetarëve të Bashkimit Evropian dhe të familjarëve të tyre për të lëvizur dhe qëndruar lirisht në territorin e shteteve anëtare. Paketa e ndryshimeve në ligjin për të huajt është në proces diskutimi me Ministrinë e Brendshme, pra është një ligj i cili është nën Ministrinë e Brendshme, por grupi i përbashkët ndërinstitucional garanton që të ketë komunikim dhe me Ministrinë e Ekonomisë për sa i përket pjesës së punësimit të shtetasve të huaj.
Kemi propozuar që në këtë fazë të trajtohen me përparësi ndryshimet që lidhen drejt për drejt me detyrimet e kapitullit 2 me qëllim respektimin e afateve të planit punës. Pas finalizimit të një draftit konsoliduar, paketa ligjore do të përcillet pranë zyrës kryenegociatorës dhe më pas, siç ndodh dhe me çdo paket tjetër në kuadër të integrimit europian, vijojnë konsultimet me Komisionin Europian. Outputi 4 është parafrimi i kuadrit për fondet private të pensioneve. Kjo mas synon parafrimin e ligjit 76 të vitit 2023 për fondet private të pensioneve, i cili është një ligj është nën autoritetin e mbikëqyrjes financiare, me parafrimi me direktivën 98/49 të Komisionit Evropian dhe direktivën 50 të vitit 2014 me qëllim mbrojtjen e të drejtave suplementare të pensionit të punëtorëve të cilët lëvizin brenda Bashkimit Evropian. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare po përfundon paketën rregullatore, e cila pritet të finalizohet gjatë javës parë muaj qershor, pra ata janë ende në proces të finalizimit, më pas do të zhvillohen si për gjithë këto paketa ligjore konsultimet ndërinstitucionale dhe publike dhe më pas parashikohet miratimi në Këshillin e Ministrave, i cili duhet të përmbyllet brenda muajit shtator të vitit 2026 si pas kalendarit të afateve. Outputi i 5 lidhet me kuadrin regulator për rrjetin evropian të shërbimeve të punësimit, pra EURES-in, është një mas që është një mas që synon krijimin e kuadrit regulator për funksionimin e rrjetit e EURES, përfshin sistemin e pranimit të antarëve dhe të partnerëve, si dhe shkëmbimin e informacionit mbi punësimin dhe mobilitetin e punëtorëve. Procesi do të mbështetet gjithashtu nga asistenca teknike, pas përfundimit të procedurave të prokurimit dhe identifikimit të ekspertëve, pritet zhvillimi i takimit fillestar për nisjen e punës mbi vlerësimin ligjor dhe teknik të sistemit. Tu duam theksojmë që ngritja e sistemit është dhe shkëmbimi i informacionit nëpërmjet sistemit shqiptar dhe atit Bashkimit Evropian do të bëhet në momentin që ne jemi vend antar. Por gjatë kësaj periudhe ne duhet sigurohemi që kemi një sistem, që kemi kapacitete ekstra të ngritura shtesë pra pranë autoritetit kombëtar për punësim dhe aftësi, të cilët do të merren me menaxhimin e sistemit, administrimin e dhënave. Procesi i ngritjes së zyrës shtesë pranë AKP-s ka përfunduar, është rishikuar organika dhe janë shtuar personat përgjegjës të cilët do të jenë në administrimin e këtij sistemi, por vetë sistemi do të ndërlidhet në momentin e antarësimit me drejtat plota. Outputi 6 lidhet me bashkëpunimin me Autoritetin Evropian të Punës, pra siç u thash është një institucion analog me Inspektoriatin e Punës dhe ky është një institucion relativisht i ri, i krijuar në vitet e fundit nga Bashkimi Evropian. Dhe masa lidhet gjithashtu me krijimin e bazës rregullatore për bashkëpunimin e Shqipërisë me Autoritetin Evropian të Punës në përputhje me rregulloren 1149 të vitit 2019. Në bashkëpunim me ekspertët po kryhet analiza e kuadrit ligjor ekzistues për të vlerësuar mundësinë e bashkëpunimit me këtë institucion, përfshirë aspektet e konfidencialitetit, trajtimit të kërkesave, shkëmbimit të informacionit dhe në varësi të rezultateve do të identifikohen edhe nevojat për ndërhyrje të mundshme ligjore. Outputi i 7 lidhet me kornizën kombëtare për zbatimin e të gjithë legjislacionin që lidhet me EURES dhe bashkëpunimin me ELA, pra dy institucione kyçe në kuadër të kapitullit 2. Kjo mas synon formalizimin e strukturave kombëtare për këto dy institucione, përfshirë përcaktimin e pikave të kontaktit, personave përgjegjës dhe procedurave të ndryshme të koordinimit. Edhe kjo mas me mbështetjen e asistencës teknike do të përcaktojë funksionet e zyrës kombëtare të koordinimit, pikat kombëtare si dhe protokollet e bashkëpunimit ndërinstitucional. Outputi i 8 lidhet me kuadrin rregullator për koordinimin e sistemeve të sigurimeve shoqërore dhe kjo një pikë shumë e rëndësishme.
lidhet me parafrimin e kuadrit kombëtar me rregulloret 883 dhe 987 komisioni dhe 1231 dhe këtu në bashkëpunim me ekspertët e asistencës po kryhet analiza e legjislacionit kombëtar për identifikimin e dispozitave që kërkojnë ndryshim, plotësim ose sqarim. Gjatë vitit 2026 do të përgatiten gjithashtu edhe vlerësimet përkatëse në lidhje me ndikimin që ato do të kenë. Outputi 9 lidhet me kornizën operacionale për zbatimin e rregullave të koordinimit sigurimeve shoqërore, masë e cila synon përcaktimin e institucioneve kompetente, organeve ndërlidhëse dhe procedurave të brendshme për trajtimin e rasteve ndërkufitare në fushën e sigurimeve shoqërore, parashikohet përcaktimi i roleve institucionale, hartimi i procedurave standarde operacionale dhe zhvillimi i trajnimeve për personelin përgjegjës. Këtu vlen të theksojmë, meqense dje ishim në komisionet parlamentare për ratifikimin e marrëveshjes në fushën e sigurimeve me Polonin, që eksperjenca e deritanishme në ratifikimin e disa marrëveshjeve, përfshirë edhe marrëveshje me vendet e Bashkimit Evropian, për të kuptuar edhe kapacitetet që ka institucionet tona, veçanërisht Instituti i Sigurimeve Shoqërore, për të siguruar që sistemet komunikojnë, skemat janë të përputhshme dhe të gjitha marrëveshjet që ne bëjmë, përfshirë gjitha vendet, janë aktualisht të zbatueshme dhe dham edhe statistikat përkatëse në lidhje me hyrje në fuqi dhe numrin e aplikimeve që ne kemi nga gjithë këto marrëveshje të deritanishme. Pra është një proces i cili ndërkohë që përgatitemi për antarësim ka ndihmuar në procesin e integrimit. Outputi 10 lidhet me përgatitjen institucionale, operacionale dhe teknike për sistemin elektronik për shkëmbimin e informacionit sigurimeve shoqërore, e lidhur dhe me outputet e mëparshme, aktivitetet fillestare për nominimin e autoritetit kombëtar, hartëzimin e proceseve të biznesit dhe analizën e boshllëqeve që lidhen me sistemet e teknologjisë e informacionit, të cilat kanë nisur në kuadër të ngritjes grupeve të punës. Outputi 11, që është vlerësimi i ndikimit për kartën evropiane të sigurimit shëndetësor, paketa ligjore që lidhet me vendimet, është përgatitur dhe pritet përcjellja e paketës së plot nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm dhe Kujdesit Shëndetësor për vijimin e procedurave të konsultimit me Komisionin Evropian. Kemi vendosur në dokument edhe sqarime teknike në lidhje me çfarë në kupton S1 dhe S2, pra janë dokumenta që i lejojnë personave të regjistrohen për kujdes shëndetësor në rast të emergjencave në një shtet tjetër nga ai që e siguron, pensionistë që jetojnë në Shqipëri por që kanë sigurim në një shtet i Bashkimit Evropian, ndërsa S2-shi është autorizim për të marrë një trajtim të planifikuar mjekësor në një shtet tjetër të BE-s në raste emergjencash. Edhe këtu vlen theksohet që pjesë e marrëveshjeve në fushën e sigurimeve shoqërore, shpeshherë janë edhe mbulimet me element të tillë të sigurimeve shëndetësore, jo në gjitha marrëveshjet, kuptohet, por në një pjesë të madhe prej tyre janë pjesë e këtyre marrëveshjeve. Outputi 12 lidhet me konceptin operacional dhe gatishmërinë teknike për EHIC, që është kjo European Health Card, dhe certifikatën e përkohshme zëvendësuese. Kjo masë synon përgatitjen e strukturës operacionale dhe teknike për lëshimin e kartës europiane të sigurimit shëndetësor dhe certifikatës së përkohshme zëvendësuese. Dokumenti i përkohshëm që zëvendëson kartën europiane të sigurimit shëndetësor, kur në rastet kur karta është humbur, është vjedhur apo nuk është lëshuar ende. Me mbështetjen e ekspertëve dhe këtu është përfunduar analiza fillestare dhe janë identifikuar ndryshimet e nevojshme ligjore që duhet të ndërmerren. Faza e ardhshme do të fokusohet në përcaktimin e pikave kombëtare të kontaktit, hartimin e procedurave standarde dhe specifikimin e kërkesave teknike për regjistrin e lëshimit dhe ndërveprimin me sistemet ekzistuese. Siç mund ta kuptoni dhe nga raportimi, është një sër institucionesh të cilët janë të përfshirë në parafrimin e legjislacionit, në ngritjen e kapaciteteve dhe në vlerësimin e aftësive që kanë institucionet shqiptare për të parafruar, por në vijim me antarësimin Bashkimin Evropian edhe për të zbatuar të gjithë legjislacionin. Kjo ishte për sa i përket kapitullit 2. Po ndaloj këtu, nëse ka pyetje, komente, mirëpresim. Faleminderit. Shumë faleminderit të nderuar negociatorë për këtë përmbledhje të plot. Më ka kërkuar fjalën kolegu Shehu dhe ndërkohë pastaj vijojmë dhe me kolegët e tjerë që mund të kenë pyetje apo diskutime. Faleminderit.
unë shoh pak a shumë midis tre kapitujve që diskutojnë sot ka një ndërthurje dhe ka elemente përbashkët. Kështu që unë doja disa konsiderata të përgjithshme, them drejtën, për të treja. Padyshim që integrimi evropian është një proces thelbësor etik për Shqipërinë dhe shqiptarët. Integrimi evropian do thotë konsolidimi i identitetit tonë kombëtar evropian, sepse ne jemi evropian dhe duhet të jemi krenar që jemi evropian. Dhe absolutisht ne duam sa më shpejt që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse mbi këtë bazë kemi ndërtuar të gjithë politikat tona që nga viti 91 kur u krijua si forcë politike Partia Demokratike. Dhe që nga qeverisja e parë tona e vitit 92. Por gjëra duhet të jenë realist në shumë element, sepse që të shmangin pasaj dhe problemet që mund të lindin. Sipas një parashikimi shumë të guximshëm që unë dëgjoj nga majoranca, që unë do të uroja të ditë e kështishe këshu, ne duhet jemi pjesë e Bashkimit Evropian në vitit 2029-2030. Do të ishte vërtet një hap shumë i rëndësishëm i Shqipërisë. Por, duke parë dhe materialin sotëm, që flitet për lëvizjen e lirë të punëtorëve, padyshim që të lindin disa element për të menduar thellë se çdo bëhet. Ne sot jemi në një moment të vështirë, tragjik do thoja për shqiptarët. Kemi një boshatisje të Shqipërisë. Shqiptarët kërkojnë të largohen, për 40% e shqiptarëve janë larguar. Shqipëria po ngel gjithmonë dhe më pak. Duke u tentuar të mbushet pasaj me të tjerë që vinë nga zonat e largta dhe që realisht ka shumë probleme për të stuar për atë çështje. Padyshim që lëvizja e lirë është një nga elementet thelbësor të demokracisë, së lirisë, gjithëmera, dhe kjo u implementua për të parë në qeverisjen Berisha, kur u hoqën vizat në lëvizjen e shqiptarëve. Sot flitet për të forcuar për të gjitha dispozitat që ju thatë, unë nuk jam kundër, absolutisht, teknikisht, jam krejt dakord që duhen të realizojmë të gjitha parafrimet me Bashkimin Evropian për të hyrë në tregun e madh evropian. Por ama ka një problem. Ne jemi sot në diferenca të mëdha financiare pagash për shembull me Bashkimin Evropian. Gjigande. Ne jemi sot në diferenca shumë të mëdha të financimit për sistemin shëndetësor. Qose shpenzimet tona për sistemin shëndetësor janë rreth $550 për kapitas në vit, nga të cilat 50% i paguhen nga xhepi i smurve apo i familjarëve. Vendet e Bashkimit Evropian kanë një mesatare disa herë më të lartë dhe një pagesë direkte rreth 20-15% vjen përdallë. Kështu që në këtë prizmë ne jemi shumë larg disa parametrave që janë të domosdoshëm pikërisht për të hyrë në atë treg. Dhe unë nuk shoh asnjë tentativë dhe asnjë perspektivë në afrimin ton në këto indekse me Bashkimin Evropian. Por unë folë për pensionet dhe për të tjera elementet. Pra, mua më duket se përgatitja që po bën qeveria, kjo e majt, për integrimin evropian është një përgatitje vetëm fasad, nuk është në esens. Sepse realisht, po të jeshu si thoni ju, rrezikojmë që ne të boshatisim i fare. Njerëzit shkojnë të punojnë diku tjetër. Shqipëria është të ngeli dhe pastaj të mbushet me të tjerë. Pra, janë element politik paralel që e shkojnë. Rritja ekonomike e vendit, rritja të ardhurave financiare për punonjësit tanë, parafrimi i këtyre të ardhurave me vendet e Bashkimit Evropian për të hyrë në tregun e Bashkimit Evropian. Se s'mund të ketë një treg të përbashkët ekonomik, flas për anën ekonomike vetëm tash, në një me disnivele kaq të mëdha. Ashtu si nuk mund të ketë një treg shëndetësor të përbashkët me vendet e Bashkimit Evropian me disnivele gjigande. Pra, mua më duket se këtu përdoren slogane, fjalë, thash, nuk jam absolutisht kundër elementit të plotësimit të gjitha këtyre elementet pjesëve që ju thatë dhe absolutisht jam nga ata që jam europeist deri në fund. Për të shtyrë procesin e integrimit evropian në Shqipërisë. Por ama duhet jemi realista gjëra. Ne sot kemi humbur 40% të popullsisë. Çdo bëhet më tej. Pse do punoj një punëtor shqiptar, një punonjës shqiptar në Shqipëri me këto disnivele të mëdha të pagave, të kujdesit shëndetësor, të gjitha që ka me vendet e Bashkimit Evropian,
A i keni bërë në të llogari? Të paktën publikisht i keni thënë asnjëherë. Që i keni bërë. Dhe këtu duhet transparencë. Ne duhet të dimë. Si të shkojnë këto indekse në parafrimin e Bashkimit Evropian? Mora 2, mora pagat, mora sistemi shkencor, janë dhe pensionet dhe shumë të tjera. S'mund të ketë treg të përbashkët në këto element me këto diznifikat kaq të mëdha. Pra këtu kemi të bëjmë patyshim pasaj me fasada. Unë nuk urojtjen fasada, po ta them kështu, sepse unë urojtjen sa më shpejt jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Por ama duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të mendojmë edhe për konsolidimin e ekstencën e kombit shqiptar. Jo për zbrazjen e Shqipërisë. Siç po zbrazet. Dhe për mbushjen pastaj me të tjerë që vinë nga diku tjetër shumë larg. Nuk kam kundër kërkujt, si një, por ama në fundi çdo vend, çdo kom mendon për identitetin e tij. Dhe ne jemi këtu për të menduar për identitetin shqiptar. Kjo është çështja. Pra, këto element nuk mund të flasësh për parafrime të gjithë tyre outputve që u thatë, pa folur për afrimet konkrete reale në jetesën, në nivelin e jetesës, nivelin e shërbimit shkencor, nivelin e shërbimit arsimor, të qytetarëve shqiptar. Se ndryshe çfarë ndodhi këtu? Do ikin gjithë. Që po ikin. Do ikin 10 herë më shumë se po ikin. Kush do ngeli këtu? Si të shkoj ky vend, do degradoj prap për çdo sekond, siç po degradon. Pra, kjo do ishte një politikë reale e qeverisë në këto element. Për të bërë, jo vetëm që mos ikin shqiptar, por mundësisht për të ardhur italian për të punuar në Shqipëri. Në mos italian spaku kroat, që kanë disa indekse më të ulta. Apo nga vende rajonit, se jemi në fund të vendet të rajonit, në gjithë në indekse që thash. Jemi në fundin e vendit rajonit, me indekse shkencore. Të fundit fare jemi. Pra, kjo është një politikë që duhet bërë me përgjegjshme, që vërtet të jetë reale dhe realiste në fushën e integrimit evropian, por ama të jetë edhe mbrojtëse identitetit tonë kombëtar. Dhe e këtij vendi. Se çfarë duhet ky vend, të Bashkimi Evropian po zbrazet. Çfarë duhet fare, po e them sa duhet. Se humbi identitetin. Si po zbrazet, e të mbushet me tjerë. Nuk na duhet, ja po ta them kështu. Mua nuk më duhet e integrimi Evropian me një Shqipëri bosh. E të mbushur me të tjerë nga shumë larg. Tu duhet një qeveri i përgjithshme këto element shikon. Dhe këto element parafroj. Jo të më thotë që unë po parafroj edhe këto janë gënjeshtra. Koncepte gender me koncepte evropiane nuk është e vërtetë, janë gënjeshtra dhe këto. Gender fluid nuk është direktivë europiane. Meqense kemi këtu ana sociale. Nuk është direktivë, është gënjeshtër. Se kanë as italianët se kanë, as hungarezët se kanë, as polakët se kanë. Nuk është gënjeshtër e madhe. Kjo është. Pra të shikojmë element konkret të qëndrimit shqiptarëve. Edhe pastaj sjellim paçavure në parlament dhe mirëtojmë ligje paçavure, si ai barazisë gjinore, që sot thot jam grua në familje, nesër do jo ndihem burri, thot burrit. Kështu është. Ose si ky tjetri të përdorim hormonet që të fëmijët. E s'po merr vesh, kush burri, kush grua në familje. Ku një grua pas 14 martesë do jam burr tash. Ndihem burr. Kështu është ligji, hapa rrugë ligji që keni sjell. Ktu e sjell. Ose pasaj kjo përdorimit të hormone, që 14 vjeç. Për ndryshimin e seksit. E duke e bërë pasaj rutinë 16 vjeç. E keni shkruar atje në protokollin. Me moshë e keni. Dhe u gënjyen komisioni jashtëm, që u tha nuk janë për të miturit. Ja kam të shkruar, e kam nxjerr. 14 vjeç sot mund filloj. Në komisionin të shëndetësisë. Më fal kryetar. Edhe 16 vjeç bëhet rutinë. Edhe është urdhër, nuk është direktiv, nuk është udhëzim. Thotë që urdhëroj, thotë. Një zonë ministri që s'ka kompetencë urdhëroj. Dhe i sikohet me direktivë europiane, s'ka direktivë europiane. Shkoni që në mend tjerë Bashkimi Evropian se janë. Ka Spanja, ashtu ka tjerë. Edhe ato që kanë qenë po të rriqen si Britania e Madhe.
Shtetet Bashkuara të Amerikës, po, e keni parë besoj administratën amerikane, vendimet e fundit që ka marrë për të gjëra. Janë shumë të qarta. Pra në këtë mënyrë unë integrimin jo e duam, po është flamuri jonë, është objektivi jonë, është garancia e identitetit kombëtar, po identitet kombëtar pa shqiptar në Shqipëri nuk ka. Prandaj janë të gjitha bashkë duhen parë. Faleminderit. Faleminderit zoti Shehu për komentarin. Është në një nga kolegët që kanë një pyetje përpara se t'ja kalojmë? Zoti Dule, zonja Vokshi, sipas radhës. Faleminderit zonja kryesuese. Një pyetje të thjesht kisha. Po dëgjojmë gjithmonë edhe më tepër nga autoritetet e Bashkimit Evropian, më së fundi nga zoti Costa dje, se integrimi europian nuk është thjesht një proces përkthimi ligjesh. Përse detyrohen që ta përsërisin këtë motiv kohët e fundit? Çfarë po ndodh? Çfarë i shqetëson? Zonja Vokshi, nëse. Faleminderit zonja Zëvendës Ministre për ekspozen. Uroj që në vijim edhe raportimet të tjera të jenë të tilla dhe më të plota dhe sistematike, sepse është bërë në fakt një mungesë gjatë për sa i përket raportimeve nga ana e institucioneve para këtij komisioni, që ka detyrimin më të rëndësishëm në kuvend për monitorimin e procesit të integrimit. Për sa i përket, po fokusohem njëherë te kapitulli 2, të cilin juve sapo bët ekspozen. Dhe më tej dua domethënë që të bëj ca pyetje më të përgjithshme për gjithë kapitujt, për të 3 kapitujt që do paraqiten sot në këtë komision. Pyetja parë është sa struktura të reja duhet të ndërtoj dhe në zgjerim të atyre ekzistuese Shqipëria që të jenë plotësisht funksionale dhe operacionale. Pyetja e dytë, ku i shihni ju vetë mangësitë më të mëdha të procesit? E treta, cilat janë ndryshimet ligjore që do të jenë më problematike për ne dhe sa masa tranzitore janë parashikuar për këtë kapitull. Për sa i përket ligjit për të huajt që e përmendët, ai është ndryshuar disa herë në një periudhë të shkurtër. Pse duhet që t'i rikthehemi ne kaq shumë herë një ligje? E para merr kohë, energji, sigurisht para, dhe tregon paqëndrueshmëri të politikave të qeverisë, por edhe konfuzion për ata që preken pikërisht nga ky ligj. Faleminderit dhe më tej do bëj disa pyetje të tjera më të përgjithshme. Faleminderit zonja Vokshi. Atëherë më shumë se nuk shoh kolegë tjerë, do doja të shtoja edhe unë disa pyetje në nivel të përgjithshëm për sa i përket kapitullit 2. Diçka që kuptova nga gjithë leximi i raportit që keni përcjell është që këto piketat mbyllësa nuk kërkojnë tashmë vetëm ligje, por kërkojnë edhe kapacitete zbatuese lidhur edhe me atë që përmendi zonja Vokshi pak më herët. Pyetja ime dhe ndoshta edhe shqiptarëve është si do garantojmë ne që ky kapitull mos mbetet thjesht i mbyllur në letër, por që të jetë realisht i zbatueshëm në momentin e anëtarësimit. Pra kush janë masat konkrete që ne po marrim në këtë aspekt, që të sigurohemi që në momentin që themi e kemi mbyllur kapitullin 2, të jemi realisht të përgatitur për çfarë na pret në procesin e anëtarësimit. E dyta, ndoshta pyetje që e kam kështu të përgjithshme. Ndonjëherë duket sikur ndërtojmë sisteme që i shërbejnë raportimit ton në Bruksel, por jo gjithmonë arrim t'ja u përcjellim qytetarëve se si këto procese që ne zbatojmë dhe këto politika që ne zbatojmë përkthehen në shërbime reale për ta në përmirësimin e shërbimeve që ne i ofrojmë. Kështu që do doja nëse mundeni gjithë të bisedë teknike që sapo bëm ta përkthejmë në rezultate konkrete për qytetarët shqiptar, sepse kjo është dhe çfarë na bashkon gjithëve bashkë.
Dhe e fundit që kisha, duke qenë se kapitulli 2 prek në mënyrë drejt për drejt drejtën e qytetarëve për të punuar, për të pasur sigurime shoqërore të njohura, për të marrë shërbime shëndetësore në hapësirën europiane, kur mund t'i themi ne publikut shqiptar me afate konkrete që Shqipëria do të jetë realisht gati për zbatimin praktik të këtij kapitulli? Dhe një koment teknik që kisha, nuk e di nëse edhe kolegët e kanë vënë re, në të gjitha piketat mbyllëse dhe në outputet që ju keni përcaktuar, jo në të gjitha prej tyre në fakt ka afate konkrete. Do vlerësoja shumë që në radhën e ardhshme që ju do të jeni pranë këtij komisioni për të raportuar, të mund të kemi dhe ato objektivat që ju i keni vënë vete si institucion, se kur do të jenë gati, qoftë udhëzimet, qoftë pjesa e parafrimit, ose të na jepni një direktiv të përafërt se kur mund të jenë gati në nivel të përgjithshëm. Faleminderit. Okay. Edhe zotja Haxhinasto ka pyetje. Faleminderit. Ndjes për futjen në pak vonë në bisedë, në diskutim për arsye objektive. Po, unë shikoj këto diskutime si nga më të rëndësishme të fakt që kanë të bëjnë me procesin tonë integrimit, sepse këtu është prekja direkte që i bëhet qytetarit shqiptar. Unë e kuptoj gjithçka që është bërë dhe që është raportuar për sa i takon çështjeve të punësimit, por mendoj që asnjë politike mirëfill të punësimit, asnjë paketë mbrojtje në procesin e punës, më thënë të dhe legislacioni përkatës, nuk mund të arrihet në mënyrë efektive nëse nuk kemi një koncept të qartë për zhvillimin e vendit. Dhe fatkeqësisht më duket se i gjithë ky korpus ligjesh qëndron pak në ajër. E them këtë sepse Shqipëria akoma nuk ka kristalizuar një model të mirëfill të zhvillimit ekonomik. Ka disproporcione të theksuara në kontributin që japin sektorët të ndryshëm të ekonomisë. Nuk ka një vizion për qëndrueshmërinë e modelit ekonomik. Nuk ekziston ky model. Kemi kritika të vazhdueshme dhe nga institucionet ndërkombëtare për kontributin që japin në strukturën ekonomike të sektorëve si ndërtimi. Kemi një reduktim të jashtëzakonshëm të kontributit të bujqësisë, ndërkohë që është sektor kryesor. Ndërkohë që shërbimet gjithashtu kanë mungesa shumë të mëdha, qoftë industria, qoftë shërbimet, si rezultat i kërkesave që ka tregu për specialitetet të caktuara, veçanërisht të teknikëve të ndryshme. Ndërkohë që problematika e madhe, e kuptoj që kjo është një diçka normale për një vend i cili është në një rritje ekonomike, por të qëndrueshme ama. Dhe kjo problematik zgjidhet normalisht duke organizuar, duke administruar mënyrën se si administrohet ky problem në sistemin arsimor. Duke bërë një lidhje të sfikatur të produktit të tij me tregun e punës. Gjë e cila as kjo nuk ndodh në mënyrën përkatëse. Akoma kemi inflacion të diplomave, akoma kemi mungesa të teknikëve të kualifikuar për zëje të ndryshme për sektor të caktuar të prodhimit. Dhe akoma nuk kemi konkurrues që të mbajmë njerëzit tanë që kualifikojmë sigurisht me kosto të mëdha edhe sociale, po edhe të familjeve për tregun e punës. Kjo është situatë shumë evidente, shumë e qartë. Pyetja ime vjen nëse ju keni një referencë në një model projektuar ekonomik të Shqipërisë për zgjidhjen e këtyre problemeve, si e shikoni? E para, e dyta, gjithë të korpus që lundron, themi pak, si çështje politika, si çështje të ardhmes, si do ta lidhim realitetin
objektiv që kalon sot vendi, që kalon sot forca punëtore në vend, veçanërisht rinia. Pra, keni referencë për këto zhvillime të ardhshme, për një model caktuar ekonomik, kërkesat që ka dhe si e mendoni ta mbushni këtë hendek që ekziston sot. Faleminderit. Atëherë pas zotit Haxhinat më ka kërkuar edhe një herë zonja Vokshi fjalën, kështu që po ja rijap. Do ta mbyllësh pak më Më falë. Faleminderit, po e marr edhe një herë fjalën. Që t'i bëj edhe ato pyetje që i kisha më të përgjithshme, në fakt i përkasin edhe zonjës Manjani edhe zonjës Seferi, po i bëj që tani, me qenë se do më duhet lëviz pak minuta më vonë. Unë e bëra një pyetje, çfarë ndeshjes kritike juve parashikoni për të 3 kapitujt. Pra, përveç kushteve ka edhe nën kushte, të cilat ju nuk i bëni publike, po unë gjykoj që do duhet të na e sillni në këtë komision. Duhet sjell sipas hendeqeve, plani i zbatimit, koha, institucionet, buxheti për secilën mas. Sepse në fund të ditës, nëse i referohemi edhe IBAR-it, raportit të IBAR-it të fundit, e ka të përcaktuar që çdo politik, çdo mas, çdo projekt ligj të buxhetohet. Dhe është kuvendi i cili duhet të mbajë parasysh të gjithë buxhetin e nevojshëm sipas piketave, sipas kapitujve, çfarë buxhet i nevojitet. Pra, neve do na duhet të dim paraprakisht cilat janë ligjet që kanë ardhur, në cilën fazë janë, cilat janë ligjet që do vinë, që janë parashikuara, sa buxhet për secilin prej këtyre, cilat janë institucionet. Pra, ta kemi të strukturuar. Okej, ky raport është i strukturuar, por të kemi neve nuk e kemi marrë ende listën e ligjeve që parashikohen. Ligji e ka që duhet të vinë në javët e para të janarit dhe neve sot e kësaj dite, që është mesi i vitit, neve nuk e kemi këtë listë. Pra, si parashikohet për një kuvend që të merren parasysh të gjitha masat që projekt ligjet të diskutojnë në kohën e duhur kur kërkohen që të miratohen, që të fillojë zbatimi në kohën e duhur. Pra, kjo do ju ndihmonte juve, po do na ndihmonte edhe ne për planifikimin të punës qoftë të këtij komisioni, por duke nxitur dhe punën e komisioneve të tjera, sepse unë gjykoj që në fund të ditës roli i këtij komisioni është që të koordinojë me gjitha komisionet e tjera për të ndihmuar që edhe ligjet të diskutohen në kohën e duhur, të lihet kohën sa duhet deputetëve për të shqyrtuar ato, dhe të filloj zbatimi sipas planit të përgjithshëm. Pyetja e tretë është përveç kësaj, pra, të identifikimin e çështjeve më problematike, i takon denadës, pensione, skemat afatgjata që planifikohen. Pra, cilat janë çështjet më problematike që juve Olta. Po, se juve i përmendët. Po gjithsesi ka të bëjë edhe me çështjet sociale se juve i keni pastaj skemat e pensioneve. Po jo, se i ka ministria, i ka skemat e pensioneve. Kështu që edhe nga denata do doja një përgjigje sepse ka shumë vite që merret me këtë. Për çështjet e punësimit, një nga problematikat kryesore që është identifikuar në tregun e brendshëm janë kushtet e punës dhe mungesa e punëtorëve të kualifikuar. Të gjithë e dimë që tani kanë, sidomos në sezonin turistik, por jo vetëm, po merren punonjës nga vende të tjera të largëta, India, Pakistani, Bangladeshi, Filipine, e kështu me radhë. Pse? Sepse nuk ka forcë punëtore të kualifikuar për sektor të ndryshëm në Shqipëri. Si juve parashikoni që të mbushet ky hendek? Sepse edhe kjo kërkon trajnime, kërkon fokus, prioritet të qeverisë, që nuk e kemi parë absolutisht në vitet e fundit. Pra, si do balancohen këto
për të siguruar që bizneset të mos falimentojnë për shkak të kostove të papritura në zbatimin e masave që ato duhet marrin. Si do të arrihet formalizimi kur ekonomia informale është ende në nivele shumë të larta, që do të thotë se shumë njerëz që paguan ende në të zezë dhe pjesën e informalitetit e ka të theksuar shumë qartë edhe raporti i fundit i IBAR-it. Pra si do t'i bëjmë bashkë të gjitha këto duke pasur parasysh edhe kushtet shtesë të cilat janë vënë në IBAR-in e fundit. Faleminderit. Faleminderit gjithë kolegëve deputet, do t'i lutesha të dy zëvendësministrave që të vijojnë me kthimin e përgjigjeve sipas edhe mënyrës se si u bën pyetja, duke filluar me zotin Shehu, zotin Dule, zonjën Vog. Ndjes. Nëse keni një koment për shiko, duke qenë se kemi ftuar zëvendësministrën, nëse ka një koment që do ta adresojë, e ka mundësinë, ndërkohë që pyetjet keni drejt, u bën nga zoti Dule, zonja Vogshi, zoti Haxhinasto dhe unë gjithashtu, kështu që po ja jap fjalën më herë juve. Atëherë faleminderit për pyetjet, komentet dhe sugjerimet, patjetër që na ndihmojnë dhe neve që ta përmirësojmë gjithë punën që bëjmë. Në lidhje me komentet që bëri zoti Shehu, këtu nuk po përgjigjem si negociatore sepse shkojmë përtej i kapitullit 2, më shumë si zëvendësministra e ekonomisë. Ajo që kuptojmë ne nga procesi i integrimit është Shqipëria nuk po negocion për të hyrë në Bashkimin Evropian sepse ka arritur nivelin ekonomik të vendeve më të pasura europiane dhe këtë patjetër që nuk mund ta themi. Shqipëria po negocion sepse po ndërton institucionet, rregullat dhe kapacitetet për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Historia e çdo zgjerimi tregon se konvergjenca e pagave dhe e pensioneve dhe standardit të jetesës është rezultati i antarësimit, jo një parakusht për të. Prandaj ka një proces konvergjence ku gjitha vendet ju jepet një kohë mjaftueshme në mënyrë që ato të bëjnë reforma. Ne tashmë jemi në një proces shumë intensiv reformash i cili po financohet nga Bashkimi Evropian, që është plani i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku janë vënë në dispozicion 6 miliard euro në mënyrë që të incentivojnë 1 miliard për cilat janë për Shqipërinë 945 milion euro, të cilat incentivojnë vendet para antarësimit për të ndërmarrë një sër reformash dhe në bazë të arritjes së indikatorëve të përcaktuar në këto reforma bëhet edhe disbursimi i fondeve, i cili pastaj në terminologjinë ekonomike njihet si multiplier effect, pra efekti shumëzuesit, do të ndikojë që këto parat të cilat injektohen në ekonomi të shumëfishohen dhe të zgjerohet madhësia e ekonomisë, me të cilën do të vinë dhe rritja e pagave apo dhe rritja e pensioneve. Por e theksoj që ky nuk ka qenë asnjëherë një parakusht. Parakushti për antarësimin në Bashkimin Evropian është patjetër ngritja e institucioneve dhe kapaciteteve institucionale për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ky është thjesht si një koment i përgjithshëm, keni shumë të drejtë kur thoni që ka mungesa në tregun e punës, ajo që njihet si labor shortages apo mungesa të aftësive në tregun e punës, dhe këtu përmendet dhe faktin që ne po marrim fakt jo nga vendet e treta, por Shqipëria është e hapur edhe për vendet e Bashkimit Evropian. Në një nga raportimet në kuvent që kemi bërë për marrëveshjen me Italinë, meqense përmendet që pse nuk ka shtetas italian, në fakt ka shumë shtetas italian në Shqipëri. Në raportimin e fundit që kemi bërë për nënshkrimin e marrëveshjes, në mos gaboj, para më shumë se një viti, kemi thënë që janë rreth 4.000 shtetas italian të cilët jetojnë dhe punojnë këtu, dhe disa qindra biznese italiana ose me ortak italian të cilët janë aktive. Njëjta gjë raportuam dje për rastin e Polonisë, ku janë rreth 137 biznese të cilat janë aktiv, dhe kjo shoqërohet patjetër dhe me një numër të konsiderueshëm polakësh dhe kështu me radhë edhe me shtetas të vendeve të Bashkimit Evropian. Largimi i shqiptarëve patjetër që do të vijojë. Një ndër arsyet pse po hyn Bashkimin Evropian është që të krijojë mundësinë shqiptarëve pikërisht nëpërmjet kapitullit 2 që dhe ata të kenë mundësi të lëvizin lirshëm, të ofrojnë shërbimet e tyre, dhe mbase këtë mund ta diskutojmë pak më gjërësisht dhe në kuadër të kapitullit 3, ku do jetë mundësia e ofrimit të shërbimeve ndërkufitare, pa qenë e nevojshme që shqiptarët jetojnë apo të punojnë në vende të tjera. Kjo patjetër që nuk është diçka që ne kemi synimin që ta kontrollojmë. Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një proces teknik, është një proces, siç e theksova edhe kur përmenda outputet e ndryshme, të
piketës përmbyllëse, pasi kapitulli 2 ka vetëm një piketë përmbyllëse, ajo që e lexova në fillim, është edhe një proces i cili synon konsolidimin e institucioneve, ngritjen e kapaciteteve, pra nuk është thjesht harmonizim i kuadrit ligjor. Kjo është edhe në përgjigje të pyetjes të zotit Haxhinasto, i cili tha pse vazhdimisht përmendet nga vendet e Bashkimit Evropian që nuk është vetëm harmonizim ligjor. Në fakt përmendet sepse realisht nuk është i tillë dhe nga raportimi që bëra këtu, unë ju citova dhe rastet e ngritjes të kapaciteteve specifikisht të lidhura me kapitullin 2, ku përmenda AKP-n që ka shtuar një zyrë të re për menaxhimin e sistemit të ndërlidhjes me shërbimet e punësimit në Bashkimin Evropian. Njëjtë me këtë institucion është dhe Inspektoriati i Punës, i cili duhet të harmonizojë ndërlidhjen me ELën, që është autoriteti Evropian i punës, dhe kështu me radhë institucionet e tjera. Në ministri janë ngritur gjithashtu kapacitete dhe janë shtuar stafet veçanërisht në kontekstin e përfitjes së fondeve operacionale. Një prej tyre, programi operacional që është një ndër më të mëdhenj financuar nga Bashkimi Evropian, është garancia rinore. Kjo lidhet pak edhe me pyetjen që bëri zonja Vokshi në lidhje me trajnimet apo me ndihmën që ne japim veçanërisht të rinjve që ata të marrin kualifikimet që kërkojnë nga tregu i punës. Ky është një program i cili ka 2 shtylla kryesore, është punësimi të rinjve 15-29 vjeç, të cilët nuk janë as në punësim, as në arsim apo nuk po ndjekin në një kurs profesional, dhe kolona e dytë që lidhet kryesisht me përgatitjen e tyre për të integruar në tregun e punës, pra ofron komponent të formimit dhe arsimit profesional. Në lidhje me sa struktura të reja duhet të ngrihen. Nëse flasim për kapitullin 2, unë e thash, është struktura e re e ngritur pranë AKP-s, që synon ndërlidhjen me EURES-in. Në kuadër të kapitujve tjerë, patjetër që ka struktura të tjera që do duhet ngrihen, po fokusohen vetëm te kapitulli 2, ku janë mangësitë më të mëdha. Në fakt, mangësitë më të mëdha ishin pikërisht tek ngritja e këtyre kapaciteteve shtesë institucionale, pra ndryshimi i organikës së institucioneve për të akomoduar numrat shtesë. Qoftë në ministri, në lidhje me përfitjen e fondeve operacionale dhe akreditimin e tyre nga Bashkimi Evropian, ai që quhet entrustment process, edhe në ministri tashmë ka kapacitete shtesë në përdrejtori të ndryshme, sepse nuk është një strukturë vetme siç është në rastin e AKP-s, ndërsa në rastin e AKP-s është një zyrë e posaçme e cila është dedikuar vetëm për procesin e integrimit evropian në kuadër të kapitullit 2 që lidhet me punën e tyre. Cilat janë ndryshimet ligjore më problematike? Në kontekstin e kapitullit 2, i vetmi ligj që do ndryshohet është ligji për të huajt. Pastaj ka disa mbivendosje të kapitullit 2 me kapitullin 19 që lidhen me çështjet e kodit të punës e tjerë që mund t'i kalojmë kur diskutojmë për kapitullin 19. Cilat janë masa tranzitore? Aktualisht Shqipëria në kuadër të kapitullit 2 nuk ka kërkuar masa tranzitore, por duke parë eksperiencën e vendeve të tjera antare, siç është Kroacia, vendet e Bashkimit Evropian rezervojnë të drejtën që të kërkojnë periudhë tranzitore për lëvizjen e lirë të shqiptarëve në vendet e Bashkimit Evropian. Në rastin e Kroacisë është zbatuar skema 2+3+2, pra për një periudhë 7 vjeçare, Bashkimi Evropian i ka rezervuar vetes të drejtën që të kufizoj lëvizjen e lirë të shtetasve kroat nga Kroacia drejt vendeve të Bashkimit Evropian. E njëjta gjë mund kërkohet dhe për Shqipërinë, pasi nuk është rasti i parë, siç u thash, ka ndodhur edhe me vende të tjera të cilat janë antarësuar më herët, dhe as shembullin e Kroacisë, meqense është vendi i cili është antarësuar më së fundmi. Në lidhje me shqetësimin që zonja Vokshi ngriti për ligjin për të huajt, është e vërtetë në fakt që ligji për të huajt ka pësuar disa ndryshime në kohë. Siç u thash, është një ligj që është pjesë e Ministrisë Brendshme. Ne hym në proces në momentin e diskutimit që kemi për lejet unike. Siç e dini, leja unike është një dokument i vetëm i cili shërben jo vetëm për shtetasit e Bashkimit Evropian, por për shtetasit e vendeve të treta, ku të gjitha procedurat janë thjeshtuar dhe harmonizuar në një dokument të vetëm, pra bashkimi i lejës së qëndrimit me lejen e punësimit, proces i cili është bërë për të thjeshtuar hyrjen
qëndrimin, punësimin e shtetasve evropian dhe shtetasve nga vendet të treta për të punuar dhe për të jetuar në Shqipëri. Është gjithashtu një proces i cili aplikohet në mënyrë elektronike dhe i gjithë feedbacku që jepet dhe pajisja me lejen e qëndrimit, nëse me lejen unike, nëse dokumentacioni është i rregullt, jepet për një kohë shumë të shkurtër, pra janë ndryshime të cilat janë dashur të bëhen në kontekste të ndryshme për të prekur aspekte të ndryshme të ligjit. Megjithatë është e vërtetë që duhet kemi një lloj konsistence në mënyrën se si bëjmë apo si kërkojmë amendimet e ligjit në mënyrë që të mos ju rikthehemi disa herë. Në lidhje me piketën përmbyllëse, pra siç e thash në këtë kapitull është vetëm një piket përmbyllëse që ne të tregojmë që kemi strukturat e nevojshme institucionale dhe kapacitetet zbatuese për implementimin e plot, përmenda dhe gjithë outputet specifike, si do të garantojmë që do të jetë i zbatueshëm, ashtu siç e thash për outputet të ndryshme të kësaj pikete përmbyllëse, ato do të jenë të zbatueshme në momentin që ne do hyjmë Bashkimin Evropian. Pra, nëse një shtetas shqiptar do të regjistrohet me shërbimet e punësimit në Bashkimin Evropian apo qoftë edhe e anasjellta, në momentin e antarësimit në Bashkimin Evropian, sistemi do jetë i ndërlidhur, shtetasi shqiptar mund ta bëjë aplikimin nga faqja zyrtare e autoritetit, pra Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi, i cili ka një ndërlidhje automatike me EURES-in e Bashkimit Evropian, ku mund bëhet një placement apo një vendosje e tij në varësi të aftësive, kualifikimit. Kjo është thjesht për ta ilustruar me një shembull se si do jetë i zbatueshëm një nga outputet, le të themi, që lidhen me piketën përmbyllëse. Në lidhje me planin e komunikimit, në fakt ju përmendët një tematik shumë të rëndësishme, zonja Muzhaqi, a janë të qartë qytetarët në lidhje me gjithë procesin. Ne po ndërtojmë së bashku me Bashkimin Evropian edhe në kuadër të planit të rritjes, edhe në kuadër të programeve ndryshme që kemi me BE-n, planet të dedikuara komunikimi në mënyrë që të gjithë qytetarët të njihen me të drejtat, deturimet apo gjithçka që i prek ata nga gjithë procesi i antarësimit. Kur mund themi që Shqipëria është gati? Në kontekstin e kapitullit 2, ky kapitull mund të mbyllet në fund të vitit 2026 ose në fillim të vitit 2027. Afatet nuk janë përcaktuar ende. Në lidhje me infon e detajuar të planit të punës, patjetër ne mund t'ju vëmë në dispozicion edhe informacione shtesë. Kjo lidhet dhe me komentet e zonjës Vokshi për mënyrën e financimit të ndryshimeve ligjore, ngritjes së kapaciteteve etj. Pjesa më e madhe e buxhetit apo e shpenzimeve do të jetë e alokuar për ngritjen e sistemeve, pra ngritjen e sistemeve ose në rastet kur sistemet janë gati, ndërlidhjen e tyre me ato të Bashkimit Evropian, ndërkohë në lidhje me planin e akteve ligjore apo nënligjore, ato janë në planin kombëtar të integrimit evropian, gjithsesi ne mund t'ju avëm në dispozicion edhe komisionit, pra ka një plan kombëtar 3 vjeçar i cili përmban një listë të gjithë akteve ligjore dhe nënligjore të cilat do duhet të përafrohen jo vetëm në kontekstin e Bashkimit Evropian, por në tërësi. Në lidhje me qëndrueshmërinë për modelin apo vizionin e modelit ekonomik, këtu dua të them që janë 4 sektorët prioritar që qeveria shqiptare i ka të artikuluar edhe në strategjitë ndryshme të saj, sektori turizmi që lidhet ngushësisht edhe me në sektorët e tjerë që e furnizojnë atë, ndërtimi apo real estate-i, sektori teknologjisë e informacionit, sektori energjisë dhe i bujqësisë që gjithashtu për pjesën e agroturizmit lidhet ngushtë edhe me sektorin e turizmit. Dhe në fakt nuk e kuptova shumë qartë komentin që bëri zoti Haxhinasto në lidhje me shërbimet, por aktualisht mbi kontributi në GDP shërbimeve është mbi 50%. Pra, mbi 50% e ekonomisë shqiptare gjenerohet nga shërbimet. Kështu që këto ishin në vijat përgjithshme një koment dhe përgjigje për pyetjet. Faleminderit. Denada? Faleminderit. Jepi.
Nëse ka diçka, duhet jo të kthej përgjigje, po të relatoj pak ndoshta për cila është pjesa e sociales në kapitullin 19. Kështu që do na presësh pak sepse jemi ende te kapitulli 2. Jemi vetëm te zonja Majani për kapitullin 2, do kalojmë pak më tej edhe për kapitullin 3 dhe 19. Nëse mendoni të arsyeshme, prisni deri në momentin e 19, pa kaloj për një replikë të shkurtër zotit Sheu ose gjatë Gjanëm, sipas dëshirës. Zonja ministre, faleminderit për komentet, megjithëse realisht unë nuk kërkova komente sepse e dija edhe e di që përgjigjet nuk mund të jenë tuajat, po duhet të jenë të qeverisë, pra duhet të jenë nga kryeministri, se lidhet me çështje me kolona substanciale të pozicionit të Shqipërisë dhe shqiptarëve në procesin e integrimit. Nuk janë thjesht teknike realisht, unë kisha shumë më të gjerë. Megjithatë, s'ka gjë. Ju përgjigjet për mua në mënyrë simpliciste, por sidoqoftë, unë kuptova diçka të drejtën nga përgjigjet tuaja, nëse përgjigja juaj është shpreh vizionin e qeverisë. Që vizioni i qeverisë për procesin e integrimit është i deformuar, është i gabuar, është një perceptim i gabuar i procesit të integrimit evropian dhe shqiptarëve. Që në momentin që ju thoni që nuk është qëllimi që shqiptarët qëndrojnë në Shqipëri, që këtu unë mendoj se deformohet krejtësisht dhe kthehet kokë poshtë procesi i integrimit. Procesi i integrimit është i pari, i madhi proces që duhet bëjë që shqiptarët që qëndrojnë në Shqipëri, të gjenë veten në Shqipëri, të gjenë hapësirat në Shqipëri dhe të jenë në Shqipëri të barabartë apo parafarsisht të barabartë me vendet e Bashkimit Evropian. Nuk është procesi i integrimit që t'i shtyjë shqiptarët të ikin jashtë dhe të sjellin pastaj nga larg, pra spari bazohet në indekset tona. Se unë kam një gjë për thënë, çfarë do t'i mbaj shqiptarët pas 3 vjetësh neve bëhemi antar të Bashkimit Evropian, si unë shpresoj që të bëhemi me gjithë zemër, të qëndrojnë në Shqipëri dhe mos ikin në Itali apo në Francë. Një sekondë të lutem. Kur diferenca tona të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian janë shumë herë më të larta, kur shërbimet sociale janë shumë herë më të ndryshme, kur pensionet janë shumë herë më të ndryshme, çfarë do i mbaj? Kam një pyetje, çfarë do i mbaj shqiptarët? Retorikë është pyetja. Çfarë do i mbaj shqiptarët që ndrojnë në Shqipëri? Që mos zbrazë Shqipëria? Pra nuk është procesi i integrimit. Ai thoni juve. Është kokë poshtë ta shikosh atë mënyrë procesin e integrimit. Procesi i integrimit shqiptarët ta bëjnë Shqipërinë të afërt me vendet e Bashkimit Evropian. A ere neve do jemi një vend i rëndësishëm në Bashkimin Evropian? A ere shqiptarët do preferojnë të rinë në Bashkimin Evropian? Dhe kjo nuk vëtë me sust, javën e fundit, as muajin e fundit. Ky është procesi që bëhet në vitet të tëra dhe unë fatkeqësisht e thash që tash nuk shoh asnjë sinjal për këtë gjë. Shërbimi shënësor në Shqipëri qëndron me 2.9 prodhimit bruto prej vitesh. S'ka asnjë rritje. Jemi disa herë në mesataren e vendet e Bashkimit Evropian. Pra, kjo është situata. Nuk është mekanik integrimi evropian. Është një proces zhvillues, mirëqenie, social, jetese më të mirë, që njerëzit rinë në Shqipëri, nuk të rinë njëri në Shqipëri, po nuk i sigurohet të kushte. Unë jam dakord, tregu do hapet kom shumë. E kushte më pasojë të vendin tonë që ose nuk rregullojmë indekset tona? Pra të shikosh procesi integrimit vetëm në kjo materialitet e vetëm thjesht për të hapur rrugën shqiptarët i kinë jashtë, është kokë poshtë sa që duhet jetë. Unë mendoj që fatkeqësisht kjo qeveri në këtë prizë me shefin e integrimit evropian. Duke kërkuar të barazohet pasaj me Bashkimin Evropian vetëm me gender influid, që nuk është kështu. Duke edhe nesër do të sillni dhe ligjin për familjet për homo, jemi bindur për të gjë, do kërkoni ndryshimet, ja u them unë tash, edhe ja ku e them ta sillni. Tini të bindur ta sillni. Pse? Sepse është vizioni juaj i tillë. Kurse nuk është për çështjet jetësore të kombit shqiptar. Prandaj gjithë kjo qëndron, okay, unë nuk kam asgjë thash, nga ana teknike nuk kam asgjë kundër, jam krejt dakord, por në thelb në esencë unë shoh të deformuar vizionin tuaj në procesin e integrimit. Dhe ajo po ndodh. Ju jeni të kënaqur që shqiptarët po largohen. Ju doni ta mbushin Shqipërinë me të ardhur nga ana e anës. Ju kërkoni të zhvilloni tu një ekonomi informale,
me riciklime dhe me bazuar me të ardha që vinë nga burime të paqarta. Kjo është puna. Pra keni për mua të deformuar gjithçka dhe e shoh të gjithë të material. Tash teknikisht kam asgjë, jam krejt, nuk kam asgjë kundër. Por në thelb, në esencë, e shoh të deformuar dhe kokposhtë gjithë vizionin tuaj. Faleminderit. Faleminderit zoti Sheu. Në fakt arsyeja pse po do ta kaloj patjetër. Arsyeja pse ja dhash fjalën zonës ministra nuk ka ardhur këtu vetëm si përfaqësuese teknike dhe negociatore, është sigurisht edhe personi që mban përgjegjësinë politike për sektorin që mbulon dhe jam e bindur që edhe në përgjigjen që ktheu tregoj edhe vizionin, edhe jo vetëm vizionin, po edhe strategjitë që ne kemi. Për sa i përket mënyrës se si qeveria shqiptare po dhe kjo majorancë sheh integrimin, besoj që faktet flasin më lart se sa fjalët. Edhe vetë rezultatet qoftë me procesin e hapjes negociatave, qoftë me procesin e IBAR-it dhe çdo komponent tjetër vlerësimi nga ana e Bashkimit Evropian, besoj se ka qenë i qartë deri më tani për progresin që Shqipëria ka bërë. Por thënë kjo, ne gjithë kemi drejtën të kemi mendimet tona dhe mënyrën tonë se si e shohim procesin e integrimit evropian. Po ja kaloj shkurtimisht zëvendës ministras për një koment edhe pastaj kalojmë në pikën 19. Jo, vetëm shumë shkurt që mos ketë keq kuptime në lidhje me ato që thash, po flasim për kapitullin 2. Kapitulli 2 është lëvizja e lirë e punëtorëve. Do ishte pak kundër intuitive nëse në kuadrin e kapitullit 2 do flisnim për lejimin ose më saktë, jo, po se e keq interpretuat atë që thash. Jo, ndjes, se nuk ju ndërpreva, ju lutem, e keq interpretuat atë që thash. Ne nuk do t'i ndalojmë shqiptarët lëvizin. Këtë thash unë, jo duam shqiptarët lëvizin. Unë jam vetë një shqiptare që kam studiuar gjithë fazat e arsimimit dhe edukimit tim jashtë dhe kam vendosur të rikthehem, sepse mendoj që Shqipëria do bëhet nga shqiptarët. Këtë ditë them unë për veten time dhe mendoj që kështu si unë mendoj dhe shumë shqiptarë tjerë, të cilët ikin, bëjnë eksperjenca. Jo, ishte thjesht që u keq interpretua ajo që thash, pra shumë kundër intuitive të flasësh për mos lëvizjen e shqiptarëve, veçanërisht kur diskutojmë kapitullin 2, që është pikërisht lëvizja e lirë e punëtorëve. Pra shqiptarët, momentin që antarësohemi në Bashkimin Evropian, do të jenë të lirë, të punojnë apo të jetojnë ku të duan në vendet e Bashkimit Evropian. Ky është thelbi i këtij kapitulli dhe ne s'do t'i pengojmë, sikurse nuk do pengohen as shtetas evropian, të cilët duan të vinë, të jetojnë, të punojnë, të ngrenë biznese në Shqipëri, dhe ky në fakt është edhe thelbi i kapitullit 3, që është liria e vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve. Ishte shumë e qartë. Nëse komisioni më lejon, duke qenë se kemi ezaruar rreth një orë me pikën e parë, do doja për të bërë pak edhe balancë midis zëvendës ministrave që kemi, të kalonim tek pika e tretë e renditës, që është në fakt diskutimi për kapitullin 19, i cili është për politikat sociale dhe të punësimit, që të mund të vijojmë me zonjën Seferi dhe pastaj rikthehemi tek kapitulli 3. Jemi okay? Atëherë do doja t'ja kaloja fjalën për kapitullin e 19, bëjmë një alternim edhe pastaj rikthehemi te 3. Sido që ta mendoni të arsyeshme me politikat sociale dhe të punësimit, më shumë për alternim, me qenë se zëvendës ministra ka kthyer përgjigje për rreth një orë, të bëjmë pak deri miku deputete. Shumë faleminderit edhe për këtë dëgjes, në fakt që është shumë e rëndësishme në një moment shumë kritik për vendin, por sigurisht edhe për të gjithë ne që kemi përgatitur të gjitha proceset e integrimit evropian edhe mbas raportit IBAR. Në kapitullin 19, politikat sociale zën një pjesë kryesore dhe kanë të bëjnë në fakt me fushën e mirëqenies sociale, me mos diskriminimin, me barazinë gjinore dhe nëpërmjet një kornize strategjike dhe ligjore, vitet e fundit Shqipëria ka bërë përparim në kuadër të mos diskriminimit duke miratuar disa ligje të cilat kanë të bëjnë me ligjin për barazinë gjinore, me ligjin për kujdesin e përkohshëm për fëmijët në Republikën e Shqipërisë, ka të bëjnë me ligjin për kundër dhunës ndaj grave. Dhe sigurisht që kemi një agjendë e cila në kuadër të parafrimit me kornizën strategjike europiane, me kartën e të drejtave themelore
themelore, me disa rregullore dhe me disa direktiva. Kemi disa plane të cilat kanë të bëjnë me planet e veprimit kombëtare për personat me aftësi të kufizuara, për planin kombëtar të veprimit për barazim, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e komunitetit rom dhe egjiptian, hartimin e agjendës kombëtare për të drejtat e fëmijëve. Këtu dhe informoj dhe Komisionin që plani i veprimit për garancinë europiane të fëmijëve tashmë është miratuar nga qeveria shqiptare dhe do të fillojë dhe implementimin dhe zbatimin e saj menjëherë. Ndërkohë që jemi në procesin e hartimit të akteve nënligjore për ligjin për barazinë gjinore, duke krijuar dhe duke operacionalizuar Këshillin Kombëtar të Barazisë Gjinore, si dhe duke avancuar me proceset e deinstitucionalizimit, me zgjerimin e shërbimeve komunitare dhe me përdorimin e fondit social të buxhetit të shtetit për ngritjen e shërbimeve sociale. Deri më sot kemi ngritur 98 shërbime sociale për të gjitha kategorinë në nevojë, duke përdorur buxhetin e shtetit nga fondi social në mënyrë të drejtë për drejtë për bashkitë dhe për bashk financimin e tyre. Ndërkaq, në kuadër të mirëqenies sociale jemi duke zhvilluar dhe duke institucionalizuar një program të ekonomisë së kujdesit për integrimin në tregun e punës të përfituesve të mbrojtjes sociale, veçanërisht grave dhe vajzave. Sigurisht që kjo është shtylla kryesore dhe e para për të cilën ne kemi bërë progres, por për të dhënë përgjigje pak edhe pyetjeve dhe komenteve që bëri deputetja Vokshi, në të vërtetë jemi hasur dhe me hendeqje kritike për sa i përket procesit për shembull të deinstitucionalizimit, i cili është një reformë tepër e vështirë, një reformë e cila ka të bëjë me jetën e fëmijëve dhe nuk ka të bëjë vetëm me procese, por sigurisht që ato janë pjesë e kësaj reforme të shërbimeve sociale, e cila është tashuar me ligjin e ri për kujdesin e përkohshëm dhe me implementimin e tij duke krijuar tani dhe paketën e akteve nënligjore, do të krijojë një mundësi që ne të kemi një avancim apo një progres. Gjithsesi, është një nga sfidat tona për proceset e deinstitucionalizimit. Ndërkaq, në lidhje me çështjet të cilat kanë të bëjnë me vendimarrjen e grave, me ekuilibrin ndërmjet jetës profesionale dhe asaj personale për prindrit dhe kujdestarinë, mbi mbrojtjen e grave shtatzana dhe lehonave, trajtimin e barabartë të tyre në sigurimet shoqërore, trajtimin e barabartë në punësim dhe profesion, vetpunësimin, transparencën e pagave, balancën gjinore në organet drejtuese, standardet e barazisë gjinore dhe mbrojtjes sociale, të gjitha këto direktiva janë pjesë e zbatimit dhe të paketës të akteve nënligjore. Dhe ajo çka ne do të përballemi dhe do të na duhet që të adresojmë tashmë në ato planet e të ardhmes, të cilat ne do të ndajmë me kuvendin dhe do të ndajmë edhe me juve, sepse ne kemi disa plane të cilat janë jo vetëm të hartuara në kuadër të PKI-s, të planit kombëtar siç Olta e tha të integrimit evropian, por janë edhe në planet e punës të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, çdo ditë për të miratuar por dhe për të ecur me proceset paraprake të dialogut social, por edhe të bashkëpunimit me të gjithë aktorët në terren. Kjo ka të bëjë për shembull me ligjin e shërbimeve të kujdesit shoqëror. Kemi ndërmarrë iniciativën për të ndryshuar atë dhe do të vim shpejt tek ju, për shkak edhe të përballjes shoqëria shqiptare ka me demografin, me çështjet e moshimit, për kujdesin afatgjat, për jetesën e pavarur, për personat me aftësi të kufizuara. Të gjitha këto do duhet që të adresohen ndryshe dhe të jenë pjesë e këtij ligji të kujdesit të shërbimeve sociale. Të gjitha këto agjenda që unë përmenda, plane kombëtare veprimi dhe ligj, do të miratohen brenda dhjetorit të vitit 2026. Të paktën këto janë planet tona. Ne kemi bërë të mundur që çdo ligj në fakt, sepse është edhe në kuadër të RIA-s, të jetë i kostuar, edhe i buxhetuar. Ashtu siç edhe disa nga aktet nënligjore sot po kërkojnë edhe buxhetim. Për sa i përket sfidës që ne kemi, sfida janë strukturat tona, të cilat do duhet që të ngrejmë në vazhdimsi kapacitetet e tyre, në mënyrë që ky parafrim të mos bëhet në mënyrë vetëm si të thuash të dukshme për copy-paste, por të jetë një parafrim real për implementimin e të cilave dhe këto vendime të Shtetit Ministrave që kërkojnë një bashkëpunim ndërinstitucional tepër të gjerë të jetë efektiv. Dhe për këtë arsye strukturat tona përballen me sfida të tilla, të cilat do të duhet që të trajnohen në vazhdimsi, por sigurisht dhe të zgjerohen strukturat tona. Dhe kjo është një nga sfidat e tjera të integrimit evropian. Mund t'ju jap vetëm dy shembuj. Për shembull, Agjencia
Agencija për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve sot është duke u riparë dhe duhet të zgjerojmë kapacitetet e tyre, si në numër, po ashtu edhe në cilësinë e tyre apo në profesionalizmin e tyre. Kjo është një gjë. Ndërkaq, duke qenë se ky kapitull 19 prek dhe shëndetin në punë, pjesa tjetër e shëndetit në punë kërkon për shembull ndryshime të disa agjensive apo një dialog social tepër cilësor, i cili do duhet që të realizohet në bashkëpunim me vetë shoqërinë civile, por ndërkohë edhe me bizneset dhe me privatët. Ligji për mbrojtje nga diskriminimi, edhe pse është një ligj i hartuar nga Ministria e Drejtësisë, është pjesërisht i harmonizuar me akit të Bashkimit Evropian në fushën e trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit. Në këtë pjesë të këtij ligji të mosdiskriminimit ne kemi edhe planet tona të veprimit, të cilat sigurojnë që komuniteti rom dhe egjiptian, minoritetet janë pjesë e atyre proceseve të integrimit evropian në tërësinë e tyre dhe në çdo fushë të veprimtarisë së përditshme të jetës çdo individi për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ndërkaq që ndoshta për parafrimin me direktivat e Bashkimit Evropian për sigurinë dhe për shëndetin në punë, ne kemi parashikuar një kuadër në fakt nënligjor me shumë ndryshime, me 15 akte, të cilat janë nën përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Kemi 11 ndryshime të vendimeve të Këshillit të Ministrave ekzistuese, 3 vendime të Këshillit të Ministrave të reja dhe një udhëzim, të cilat do të realizohen deri në kuarterin e parë të vitit 2027. Por, me çfarë gjërash lidhen dhe çfarë çështjesh do të trajtojnë këto ndryshime të vendimit të Këshillit të Ministrave. Kemi të bëjmë me mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga rrisjet e lidhura me agentët biologjik në punë. Kemi listën e sëmundjeve profesionale sipas listës evropiane të sëmundjeve profesionale. Kemi mbrojtjen e punëmarrësve nga rrisjet që lidhen me ekspozimin ndaj plumbit dhe përbërësve të tij. Kemi të bëjmë me parandalimin e lëndimeve nga puna me mjete të mprehta në sektorin shëndetësor. Kemi të bëjmë me mbrojtjen e punëmarrësve ndaj rrisjeve të shkaktuara nga agentët kimik në vendin e punës, të shkaktuara nga agentët kancerogjen, si dhe kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë në bordin e mjeteve të lundrimit të gjatë, kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë për sa i përket të gjithë punonjësve dhe punëmarrësve asbestos. Kemi të bëjmë gjithashtu me miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga rreziqet që lidhen me rrezatimin optik në vendin e punës, për rrezatimin ionizues në fushat elektromagnetike në vendin e punës, pajisjen me ekran shfaqës, kemi të bëjmë me punën e krahut me ngarkesa, kemi të bëjmë me rrisjet shkaktuara nga agentët fizik në vendin e punës, kërkesat minimale për bordin e anijeve të peshkimit, agentët fizik në vendin e punës dhe deri në të gjitha ndryshimet e parashikuara në këtë plan kombëtar të integrimit evropian brenda vitit 2026 dhe deri në prill të vitit 2027. Ndërkaq që transpozojmë plotësisht direktivat europiane të shëndetit në punë dhe të gjitha në realizim edhe me partnerët sociale apo dialogun social, të cilat kanë një këshill kombëtar që Ministria e Ekonomisë çon përpara dhe ne jemi pjesë dhe antar të tij. Kemi kërkuar një periudhë tranzitore për nën kapitullin siguria dhe shëndeti në punë, por jemi ende në pritje nga Komisioni Evropian për të marrë një përgjigje prej tyre. Këto janë çështje të cilat në fakt kanë të bëjnë me politikat sociale brenda kapitullit 19, por që prekin dhe çështjet e shëndetësisë për sa i përket shëndetit në punë. Ndërkohë që meqenëse mu dha fjala mund të kthej përgjigje edhe deputetit i cili sot tani nuk gjendet për momentin, por dua t'i them që për çdo dokument, për çdo ligj që ka dalë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, në rast të parë nuk ka gënjeshtra, në rast të dytë ka jo vetëm transpozime të direktivave, por dhe për afrim dhe për shtatje të tyre, edhe me çështjet reale të shoqërisë shqiptare dhe ka të bëjë me mosdiskriminimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në çdo pikë të tyre për çdo individ në Republikën e Shqipërisë, ashtu si Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e parashikon. Gjithsesi, unë jam e hapur për çdo pyetje tjetër dhe për çdo diskutim tjetër. Tani më vjen keq, po mu drejtua direkt, absolutisht. Po përmendi dhe te Komisionin e Shëndetësisë dhe kolegja ime normalisht nuk ka gënjur. Ka bërë një udhëzues klinik i cili në realitet është një çështje të trajtimit mjekësor, kështu që. Nëse gjithsesi ajo do të
Jo, nuk ka paketa financiare, nuk ka rimbursim, nuk ka fare. Nuk është diskutim, por ju siguroj që nuk ka. Falenderoj shumë për gjithë shpjegimin e detajuar lidhur me kapitullin 19. Unë fakt personalisht doja t'ju përgëzoja për 2 nga iniciativat që dëgjova gjatë fjalës tuaj. E para lidhet me agjendën e fëmijëve dhe fillimin e punës, realisht një përgëzim dhe uroj fort që të kemi të gjithë hapat e nevojshme për të ecur me zbatimin e kësaj agjende. Është vërtet diçka e rëndësishme që ndihmon gjithë fëmijët, sidomos ata që janë në situatë rreziku. Dhe e dyta, ju përgëzoj dhe uroj sa më shpejt vini këtu me ndryshimet ligjore të nevojshme për Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes së Drejtave të Fëmijëve. Prej kohësh e kemi ngritur si problematik nivelin e mungesave të kapaciteteve që ajo agjenci ka, por edhe të resurseve të nevojshme për të adresuar problematikat shumë të rënda me cilat ata përballen në përditshmërinë e tyre. Uroj fort që të mund të ecni përpara sa më shpejt në këtë drejtim, sepse mendoj që është e rëndësishme që të kemi hapat e nevojshëm. Thënë kjo, do doja të hapja për pyetje apo diskutime nga ana kolegëve, nëse dikush ka diçka për të pyetur, nëse jo, Zonja Vokshë, fjala është për ju. Po, unë kam, po në fakt jemi vetëm 5 deputet nga 15 dhe mua nuk më duket fare domethënë serioze që të vazhdojmë të diskutojmë për raportime të rëndësishme dhe një pjesë e mirë e deputetëve mungojnë. Ne mund ta vazhdojmë, por kam disa çështje për të ngritur për sa i përket kapitullit 19. Së pari, në kapitullin 19, kjo edhe për të qartësuar edhe vetë ku jemi, sepse deri më sot kanë munguar raportimet. Në kapitullin 19 shumë outpute janë ende në fazën e draftit ose të konsultimeve. 3, 4, 8 deri 11, 14 deri 20, 25, 29 deri 30 e kështu me radhë. Për shembull, për VKM-t për sigurinë dhe shëndetit në punë, si ai për agjentët kimik, rrezatime, pritet miratohen gjatë 2026-2027, që do të thotë që edhe afati i 2026 mund mos të arrihet. Pra, ne gjykojmë që ka vonesa dhe mund vonohet edhe më tej. Si e shifni juve, si i merrni masat që të mos ketë më tej vonesa dhe që të arrihen afatet maksimale. Për sa i përket inspektoriatit, mungesës së kapaciteteve në disa institucione. Juve thonë inspektoriati i punës pritet të forcohet me rekrutime të reja. 10 inspektor të ri në 2027 sipas outputit 32. Për sa i përket pajisjeve teknike, automjete, mjete, inspektime, pritet përmbushja e plot deri në 2027. Tani, për sa i përket rekrutimeve të reja, ju thoni 10 inspektor. Si do siguroni juve që kishe diçka për të thënë? Po tash unë po i pyet të gjitha sepse na i ngatruat 2, 3, 19. Po pra, kështu që po i bëj tani pyetjet edhe inspektoriati i punës është tek 19. Është tek juve. Unë e pash edhe tek 19, kështu që sa po e lexova. Eksakt, kështu që mbajnë shënim. Atëherë, si do shmangni juve punësimin si inspektor të patronazhistëve, sepse gjithë administrata është mbushur me patronazhist. Jo vetëm kaq, po edhe tek raporti fundit i Barit përmenden patronazhistët. Pra, ai shumë është shqetësuar Komisioni Evropian sa që ja u ka vënë në dukje punën e patronazhistëve. Mbi 90% e administratës publike janë patronazhistë. Janë militant. Si do ja arrim neve që të plotësohen të gjitha kriteret, kur deri më sot 95% e administratës janë patronazhistët e partisë që punësohet para zgjedhjeve, dhe më shumë gjasa edhe këto inspektorët, 10 inspektorët do punësohen para zgjedhjeve të ardhshme të pushtetit lokal, për të shërbyer akoma më mirë partisë shtet, e cila është evidentuar shumë qartë edhe në raportin e fundit të AFET-it, i cili thotë që
gjatë zgjedhjeve të fundit, strukturat e partisë u bashkuan me institucione shtetërore. Nuk e kemi parë në asnjë raport tjetër të asnjë vendi të rajonit këtë përkufizim. Pra si do e shmangni juve këtë, kur deri më sot partia shtet, dhe keni edhe rekomandim të ndahet partia nga shteti, si do e bëni të mundur që këto inspektorët të ri dhe gjithë punësimet e tjera të parashikuara për të gjithë sektorët, po flas për sektorët që juve mbuloni, të mos jenë patronazhist. Pra, edhe afeti, po edhe i bari e ka të qartë, po sidomos afeti e ka edhe në preambull, ka ikur më pjesa e letrave. Tani kemi hyrë në fazën e implementimit. Çdo gjë që juve keni bërë apo po bëni tani, do fillojë të implementohet. Kjo është çështja më e rëndësishme të cilën neve duhet të diskutojmë. E para si të fillojmë implementimin konkret, për te fazës të miratimit të ligjeve, dhe si letrat tani të fillojmë të implementojmë dhe të arrijmë standardet europiane. Në kapitullin 19, ndryshimet në ligjin për sigurimet shoqërore, outputi 30 janë të lidhura me rritjen e moshës së pensionit, një çështje shumë e ndjeshme nga pikpamja sociale dhe politike. 3 skenarët që janë propozuar deri më sot, me afat deri në 2056, ne gjykojmë, ekspertët tanë gjykojnë që do të ketë rezistencë shumë të madhe. Veçanërisht nëse mosha e pensionit do të rritet më shpejt se sa planifikuar dhe neve I qëndrojmë kësaj. Si e mendoni juve këto? A është një pikë që do ketë rezistencë dhe nuk do mund të plotësohet në kohën e parashikuar? Piketa për mbyllse, 1, për afrimi ligjor në siguri dhe shëndet në punë. Pra, a e shihni juve nëse draftet nuk miratohen në kohë, sepse shumica e tyre janë ende në fazën e konsultimeve ose të draftit. Pra, Shqipëria rrezikon të mos e mbyll klozin benchmark 1, I cili kërkon për afrim të plot. Ne shohim si problematike për shembull outputet 14 deri 20 që janë të lidhur me sigurinë në detari, peshkim, miniera e tjerë, të cilat janë në fazën më të hershme, por afati është 2027. Për sa I përket piketës mbyllse 2, masat aktive të tregut të punës. Për sa I përket programit operacional për punësim dhe të rinjve, miratuar në NIPA 3, por numri përfituesve 3.000 në 2026 është ende shumë larg objektivit të 2027 që duhet jetë, nëse nuk gaboj, është 4.300. Dhe unë gjykoj që neve duhet t'i propozojmë këtij komisioni që të kemi një monitorim parlamentar për të kontrolluar të gjithë këto indikatorë, sepse mundësirat më të mëdha do të jenë për fiktivitet. Ka ndodhur edhe në vende të zhvilluara si Gjermani e tjerë dhe nuk po ndodh këtu në Shqipëri që fiktiviteti mbizotëron. Mekanizmat e monitorimit, outputi 3, janë në fazë drafti dhe kjo do të thotë që vlerësimi I efektivitetit ka shumë gjasa që të vonohet. Pra, çfarë rekomandojmë neve për përmirësim? Pra, neve jemi këtu jo vetëm për të kritikuar, jo vetëm për të evidentuar ato që mungojnë, por edhe për të kontribuar sa do që ne të kemi mundësi dhe të na jepet hapësira. Prioritizimi më I mirë I miratimit të akteve, dhe këtu kërkoj edhe një herë listën e plotë të ligjeve, ajo që nuk na është vënë në dispozicion në janar, në javët e para të janarit, të na vihet në dispozicion si komision,
që edhe neve të bëjmë një planifikim më të mirë të punës sonë, që çdo ligj mos na vi në minutën e fundit, po ta kemi të bëjmë një plan, ta shpëndajmë në komisione dhe të marrim kohën e duhur. Pra duhet përshpejtohet miratimi i VKM-ve dhe i ligjeve që në fazën e draftimit. Outputet për shembull kapitulli 19, outputet 3, 4, 8 deri 11, 14 deri 20, ne gjykojmë që duhet prioritizuar dhe duhet të na vinë në kohën e duhur çdo gjë që duhet kaloj si akte ligjore dhe më tej nën ligjore. Pra ministritë përgjegjëse duhet bashkëpunojnë më mirë, po më mirë edhe me parlamentin për të shmangur dhe bllokimet administrative. Së dyti, forcimi i kapaciteteve institucionale. Inspektoriati i punës duhet të rekrutojë dhe të trajnojë inspektorët e rinj, po ti punsoj në bazë të meritokracisë, jo militantizmit të partisë, dhe t'i trajnojë në kohën e duhur. Strukturat për EURES dhe ELA duhet të formalizohen deri në 2026 për shmangur të gjitha vonesat. Së treti, transparencë dhe konsultim publik. Konsultimet publike duhet të përshpejtohen për të shmangur vonesat në miratimin e akteve. Partnerët social, biznesi, sindikata duhet përfshihen më aktivisht në procesin e vendimarrjes. Së katërti, menaxhimi i reformave të ndjeshme, për shumë për pensionet, dialogu social duhet forcohet për sa i përket për të shmangur rezistencën në ndryshimet e moshës së pensionet. Pra dialog, konsultime, gjithë përfshirje është shumë e rëndësishme. Duhet të analizojnë alternativat për të gjetur një ekuilibër midis kërkesave të BE-s dhe realiteteve sociale në Shqipëri. Përdorimi me efikasitet i asistencës teknike, ekspertët e huaj duhet të integrohen më mirë në proceset vendore për të shmangur varësinë e tepërt. Në fund të ditës ne duhet jemi të pavarur. Dakord asistenca teknike, por duhet të trajnohen jo militantët, jo patronazhistët, por administrata e cila punësohet me meritokraci. Dhe transferimi i dijeve, të sigurohet që institucionet shqiptare të jenë përgatitura. Dhe fundit, monitorimi i përparimit, duhet të publikohen raportet periodike, bëjmë publike, s'kemi asgjë, duhet mbajtur sekret, publikohet çdo raport, mbi ecurinë e përmbushjes së outputeve, për të pasur mundësinë që të monitorohet edhe nga parlamenti. Indikatorët e performancës KPI duhet maten dhe raportohen rregullisht për të identifikuar vonesat në kohë. Faleminderit. Faleminderit zonja Vokshi për pyetjet. Okej. Do doja t'ja kaloja fjalën kolegeve në mënyrë që të mund të kthejnë një përgjigje për gjithë çështjet e ngritura. Atëherë po bëj një përmbledhje shkurt të bazës ligjore që prej kapitulli 19 dhe që lidhet me Ministrinë e Ekonomisë, do preget kodi i punës, ligji i nxitjes punësimit, ligji për tuaj, ligji për sigurimet shoqërore. Të gjitha janë të sqaruara tek outputet. Për t'i kthyer përgjigje, po e nis me ligjin e sigurimeve shoqërore, pasi këtu kemi kërkuar periudhë tranzitore. Periudha tranzitore është kërkuar për barazimin e moshës pensionit, ku të gjitha vendet e Bashkimit Evropian kanë një moshë të barabartë të daljes pension ndërmjet burrave dhe grave përveç rastit të Austrisë. Problemi me barazimin e moshës pensionit është pasi ne që nga koha e komunizmit kemi trashëguar një hendek 5 vjeçar në moshën e daljes pension ndërmjet burrave dhe grave. Me reformën që u bë në vitin 2014 që hyri në fuqi në janar të vitit 2015, ligji aktualisht korrigjon gradualisht moshën e daljes pension të burrave dhe grave. Siç është tani, parashikoj që në vitin 2056 të ketë një barazim të dyve. Ka filluar rritja e moshës daljes pension të grave, pra nga 60 vjeç që dilte në vitin 2015, çdo vit rritet me 2 muaj. Aktualisht mosha e daljes pension grave ka rritur në 62 vjeç, ndërkohë që e burrave do filloj rritjen sipas ligjit aktual në vitin 2032, do rritet me nga 1 muaj në vit, derisa të dyja të barazojnë në 2056. Siç e thash, hendeku ka qenë 5 vjeçar, është ngushtuar në 3 vite. Komisioni Evropian kërkon që ne me antarësimin e Bashkimit Evropian ta bëjmë barazimin e moshës. Pra, ata kërkojnë që për një periudhë nga viti 2027 ose 2026, në varësi se kur merret vendimi, deri në 2030, mosha e daljes në pension të grave të rritet me 3 vite. Gjë që është shumë e lartë, pasi kjo do të krijonte jo vetëm deformime në tregun e punës,
por të gjitha ata breza, veçanërisht ato gra të cilat kanë punuar në punë të vështira, siç mund të jenë puna e kooperativës, puna e fabrikave të ndryshme apo të ngjashme, t'ju themi që juve për një periudhë kaq të shkurtër do rritet mosha e pensionit me 3 vite. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi kërkuar që rritjen e moshës së pensionit të grave për ta barazuar me burrat ta bëjmë në një periudhë relativisht pak më të gjatë dhe graduale. 3 skenarët që po diskutojmë në këtë kontekst janë: i pari është barazimi i moshës së daljes së burrave dhe grave në 65 vjeç në vitin 2035, pra duke kërkuar 5 vite periudhë tranzitore. Skenari i dytë është barazimi i moshës së burrave dhe grave në vitin 2041 në 67 vjeç, pra t'i përmbajemi ligjit aktual, pasi ligji aktual thotë që deri në 2056 të ndëshkojë 67 vjeç, dhe skenari i tretë është barazimi i moshës së daljes në pension të burrave dhe grave në 2035 në 67 vjeç. Nga gjithë diskutimet që kemi bërë dhe me Komisionin Evropian, skenari i preferuar në mënyrë që ky ndryshim të jetë sa më gradual dhe pa shkaktuar deformime në tregun e punës, është që t'i barazojmë në 65 vjeç në 2035 dhe më pas të arrisim në 67 vjeç në një mënyrë edhe më graduale se sa që kërkon kushti direktiva e Komisionit Evropian për barazimin e tyre. Pra, po shohim këtë si skenarin më të mundshëm pa shkaktuar dhe deformime në tregun e punës. Kjo është përsa i përket periudhës tranzitore. Ndërkohë, përsa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, mendojmë që kjo është një ndër çështjet më sfiduese që lidhet me zbatimin e direktivave dhe harmonizimin e legjislacionit dhe ngritjen e kapaciteteve, veçanërisht të sektorit privat, për çështjet që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë. Në lidhje me outputin 3 që ka të bëjë me mbrojtjen e të rinjve, siç e thash, ne kemi një program të dedikuar vetëm për punësimin e të rinjve dhe integrimin e tyre në tregun e punës, ku patjetër pjesë e politikave është edhe mbrojtja e të rinjve në vendin e punës, në lidhje me strukturat e EURES-it dhe ELA-s, siç ju thash, edhe për shkak të detyrimeve që kemi në kuadër të kapitullit 2, këto struktura janë ngritur dhe janë operacionale, në lidhje me shqetësimin e sjell për punësimet në institucionet publike, duhet theksoj që 2 janë metodat e punësimit nëpërmjet DAP-it, pra Departamentit të Administratës Publike, ose punësimet sipas kodit punës. Inspektoriati i punës në fakt është i përjashtuar nga detyrimet që ka për punësime nëpërmjet DAP-it dhe të gjitha punësimet dhe rekrutimet si institucion i pavarur në varësi, pra i pavarur në pjesën operative, por si pjesë e Ministrisë e Ekonomisë dhe Inovacionit i bën vetë proceset e rekrutimit bazuar në kodin e punës. Në lidhje me procesin e konsultimit publik dhe dialogut social, këtu vlen theksohet që ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme në kuadër të integrimit të përshpejtuar, ku i kërkuam Bashkimit Evropian që për ngritjen e strukturave dhe kapaciteteve për dialogun social, të jemi pjesë e institucioneve dhe strukturave të ngritura nga BE-ja, ende pa hyrë në si vend antar me të drejtat plota. Pra, ende pa qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe në fakt në Joint Consultative Committee ose ndryshe komiteti i përbashkët konsultativ, i cili është një komitet që operon si pjesë e Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian, tashmë ne jemi antar pa të drejtë vote, me të drejtë observimi, janë 6 antar të cilët përfaqësojnë Shqipërinë nga organizatat e shoqërisë civile 2, nga sindikatat 2 dhe nga organizatat e punëdhënësve 2 të tjerë. Pra janë 6 antar, është një platformë e cila është ngritur vitin e kaluar, mbledhja e parë inauguruese është bërë në Tiranë, janë 2 mbledhje që bëhen në kuadër të Komitetit Ekonomik dhe Social në nivel Bashkimit Evropian, ku tashmë dhe Shqipëria është pjesë e tij dhe nesër në datën 4 qershor është mbledhja e radhës që organizohet në Tiranë, organizohen 2 takime në vit, një në Bruksel dhe një në Tiranë, dhe nesër është takimi i radhës ku zhvillohet një dialog i gjerë social ndërmjet, siç ju thash, organizatave të shoqërisë civile, organizatave të punëdhënësve dhe të punëmarrësve në lidhje me çështje të ndryshme, ku patjetër aty diskutohen dhe çështjet e pensioneve apo çështje që kanë
kanë sensitivitet në lidhje me procesin e integrimit evropian, por jo vetëm, pasi ky dialog është edhe major. Këto kisha shkurtimisht. Nëse ka pyetje tjera, patjetër që jemi të gatshëm. Ju falenderoj për përmbledhjen e pyetjeve, edhe në fakt lindur edhe nga biseda fundit që po bënit për komitetin e përbashkët, unë do sugjeroja nëse është e mundur në këto formate diskutimi dhe debati që ju keni me shoqërinë civile, por edhe me faktorë të ndryshëm, pse jo të ftohen dhe deputetët, duke qenë se të paktën në këtë komision ku ne kemi qenë pjesë, jo si pjesëmarrës aktiv, por më shumë si dëgjues për të kuptuar dhe nivelin e konsultimit, ose nëse është online, do të ishte edhe më mirë akoma që kolegët deputet kenë mundësinë që ta ndjekin, sepse paktën në këtë komision është diskutuar në mënyrë të vazhdueshme vërtetësia apo validiteti i konsultimeve, për ne që kemi parë nga brenda jemi shumë të qartë se sa zgjasin konsultimet dhe sa të vështira janë, por kushdo që nuk e ka parë, pse jo t'ja bëjmë dije dhe të kemi mundësinë që ta bëjmë transparente edhe këtë pjesë. Zonja Denada? Shumë faleminderit. Në fakt, unë doja që të siguroja edhe komisionin këtu dhe gjithë deputetët që ne jemi në bashkëpunim dhe me ekspertët ndërkombëtar. Ne kemi nga zyra e kryenegociatorës një mbështetje me ekspertë ndërkombëtar për çështje të cilat janë fakt dhe specifike dhe lidhen dhe me shëndetin në punë. Dhe me përvojën e tyre, ata janë duke punuar ditë për ditë në zyrat tona bashkë me ekspertët në mënyrë që të kemi mundësinë që implementimi që në fazën në cilën hartohet dhe deri në fazën e implementimit të jemi të qartë për çfarë ne kemi parashikuar dhe duam të bëjmë, dhe ndërkohë të kemi edhe dialogun social me çdo aktor të përfshirë në të gjitha fazat e realizimit të këtyre vendimeve të Këshillit Ministrave, sepse nga numri 14 deri në 20 janë ato vendime të Këshillit të Ministrave, të cilat në fakt kanë të bëjnë me shëndetin, sigurinë dhe me shëndetin në punë, të cilat janë të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë me qytetarët të cilët janë të ekspozuar ndaj disa riskeve për të cilat shteti shqiptar bëhet gati në mënyrë që t'i përballojë ato. Kështu që me ekspertizën ndërkombëtare të tyre, por edhe me punonjësit tanë, edhe me specialistët, ne do të bëjmë të mundur që brenda të gjitha fateve të parashikuara të kemi të përmbyllura detyrimet tona të integrimit evropian. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kemi kaluar 2 nga kapitujt e diskutimit dhe në fakt kemi cekur edhe pak kapitullin e 3, por sidoqoftë duke qenë se pika e kapitullit 3 e drejta e vendosjes dhe liria e ofrimit të shërbimeve shumë e rëndësishme, unë do doja t'ju ofroj mundësinë zonës ministre se ka diçka për të shtuar paktën për pikat kryesore që do doni të ndani me publikun, duke qenë se për të qenë sinqert deputetët sot pavarësisht rëndësisë së kësaj mbledhje nuk na kushtuan gjithë vëmendjen e nevojshme, por besoj që publiku po na ndjek dhe është e rëndësishme që të ndani këto piketa. Patjetër, atëherë në kuadrit kapitullit 3, që është e drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime, plani i punës, parashikon ndjekjen dhe zbatimin e 4 piketave përmbyllse. Për përmbyshjen e këtyre piketave janë parashikuar 7 outpute, të cilat lidhen me përafrimin e legjislacionit horizontal dhe sektorial me atë të Bashkimit Evropian, përgatitjen dhe miratimin e planeve të veprimit dhe identifikimin e gjithave kufizimeve me bazë shtetësinësi dhe forcimin e kapaciteteve administrative dhe zbatuese. Unë do t'i përmend ato shkurtimisht. Piketa e parë përmbyllse duhet jetë miratuar dhe prezantuar pranë Komisionit Evropian lista e profesioneve të rregulluara sipas kuptimit të akis përkatëse të BE-s, duke specifikuar aktivitetet që mbulon secili profesion dhe justifikim për rregullimin e tyre, dhe outputi është përgatitja dhe komunikimi pranë Komisionit Evropian të kësaj liste. Pra është një listë gjatë e profesioneve që janë të rregulluara në mënyrë që pastaj të gjithë këta profesionistë të jenë të lirë që t'i ofrojnë shërbimet e tyre në vendet e Bashkimit Evropian apo shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Piketa e dytë përmbyllse është ngërësisht e lidhur me të parën, me përafrimin e programeve të studimit pa kurikulave, nëpërmjet të cilave fitohen kualifikimet për këto profesione të rregulluara, me kërkesat minimale të trajnimit, siç janë të përcaktuar nga Direktiva 36 e vitit 2005 e Komisionit Evropian. Pra, praktikisht duhet të transpozohet i gjithë legjislacioni i detyrueshëm kombëtar i kërkesave minimale të trajnimit sipas kësaj direktive. Këto janë ndryshime që lidhen me kodin e cilësisë së arsimit të lartë, parashikohet finalizimi dhe miratimi i ndryshimeve
me një vendim të Këshillit Ministrave me qëllim transpozimin e këtyre kërkesave minimale të trajnimit për specializime mjekësore dhe stomatologjike apo për përditësimin e kurikulave për profesione sektoriale të ndryshme që mbulohen nga ministrit të ndryshme, që mbulohen dhe rregullohen me legjislacion veçantë nga ministrit të ndryshme. Piketa e tretë përmbyllse është parafrimi dhe rregullimi horizontal për shërbime, duke përfshirë direktiven e shërbimeve, duke demonstruar progres në parafrimin e legjislacionit sektorial dhe kapacitetet administrative. Këtu kemi 3 outpute, këtu do ndaloj pak, pasi jo vetëm sepse pjesa më e madhe e punës është bërë për të 3 këto piketa përmbyllse, por sepse këtu kemi miratuar dhe një ligj shumë të rëndësishëm që është ligji i shërbimeve. Pas miratimit të këtij ligji, hapi vijues konsiston në përgatitjen e akteve nënligjore si dhe në rishikimin e vendimeve ekzistuese të Këshillit të Ministrave që lidhen me mekanizmat e zbatimit, njoftimit dhe koordinimit institucional. Janë akte që synojnë sigurojnë zbatimin efektiv të kuadrit ligjor për lirinë e vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve. Kjo shoqërohet njëkohësisht me një plan veprimi, pasi shërbimet horizontale në nivel sektorial përfshin ministri të ndryshme dhe më pas çdo ministri do të ketë planin e saj të miratimit të akteve ligjore dhe nënligjore që prekin shërbime të ndryshme. Po jap një shembull, shërbimet postare që janë në varësinë e Ministrisë infrastrukturës dhe energjin, apo ministrit të tjera që janë përgjegjëse për legjislacionin sektorial. Ndërkohë, outputi i tretë lidhet me vlerësimin e kapaciteteve administrative dhe zbatuese të Shqipërisë për implementimin e direktivës, përfshirë dhe një plan kohor për adresimin e boshllëqeve të identifikuara. Siç e kuptoni dhe nga raportimet për gjithë kapitujt, zakonisht outputet janë të lidhura dhe me një plan specifik, konkret, veprimi në lidhje me jo vetëm miratimin e akteve nënligjore, por edhe ngritjen e kapaciteteve administrative. Në shumicën e rasteve janë struktura ekzistuese që duhet të konsolidohen apo të marrin staf e shtesë. Outputi i katërt që lidhet me kapitullin me piketën përmbyllse është parafrimi i legjislacionit duke shfuqizuar çdo kërkesë me bazë shtetësim për aksesin dhe ushtrimin e aktiviteteve të shërbimit, përveç rasteve kur kërkesat e shtesisë justifikohen dhe janë proporcionale. Këto janë profesione që lidhen me disa sektorë që janë të rezervuar për në shtetësinë shqiptare, një prej tyre për shembull është noteria, pra krahas listës mbi 160 profesione të rregulluara, të cilat do të ofrojnë shërbime ku shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian apo shtetasit shqiptar mund të ofrojnë shërbime ndërkufitare, për disa prej tyre ka disa kufizime që lidhen me nënshtetësinë dhe ajo që përmenda është pikërisht profesioni i noterit, ku për shkak të specifikave të legjislacionit kombëtar dhe arsye të tjera duhet ofrohen nga shtetas vendas. Pra këtu ka disa përjashtime dhe pikërisht outputi lidhet me identifikimin e gjithë këtyre profesioneve dhe me miratimin e bazës ligjore përkatëse. Këto ishin të përmbledhura, nëse ka pyetje për te materiali që është dërguar, jeni të ftuar që t'i bëni dhe patjetër që do përgjigjemi me kënaqësi. Një falënderim shumë i përzemërt për të dyja negociatorët lidhur me informacionin e detajuar që na ofruat për kapitullin 2, kapitullin 3, kapitullin 19. Diçka që unë kuptova, por jam e bindur që edhe qytetarët shqiptar kuptuan, është që nuk jemi më te faza që thjesht kalojmë dhe parafrojmë ligje, por jemi në hapa konkret, me afate, me piketa, me plane pune të mirëfillta për çdo ditë të punës që ju bëni, dhe kjo sigurisht është një lajm i mirë, tregon që ne jemi shumë përgatitur për të ecur në këtë proces me ritmin e duar, edhe me shpejtësinë e nevojshme që qytetarët shqiptarë presin nga ne. Ju falenderoj për kohën. Kjo është dëgjesa e dytë që ne bëjmë me negociatorët. Do të vijojmë me këtë seri dëgjesash për të siguruar që roli i kuvendit për të marrë pjesën e llogaridhënies nga ana e negociatorëve, por dhe gjithë strukturave, të vijojë me të njëjtën përgjegjësi dhe me të njëjtën motivim siç e kemi nisur. Ju falenderoj, ju uroj një ditë mbar edhe shihemi në seancat e ardhshme.